Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Vendimi i gjykatës kushtetuese për kërkesën e kryeministit Edi Rama pas pezullimit të Belinda Ballukut ka ngjallur një diskutim të madh. Shumë njerëz e konsiderojnë një skandal nga fusha e jurisprudencës, po edhe njerëzit e politikës, edhe ka pjesë tjetër të politikës, që është kryesisht opozita, që e quajnë një vendim të vonuar. Po, ka që edhe kolegët tanë, me kolegët tanë, që pëse keni vënë re, ka lindur një diskutim dhe një debat shumë i gjerë, për shumë kolegu Fevziu, ka që nësi shumë ishe ky vendim, sa që edhe në orët e vonat natës, e kapi vendimin lindjen e largët, midis kufirit të baton Pakistanit dhe Afganistanit, dhe aty në mesa i ndaloj. Një kështjela të gjitha dhe folit dhe të gjitha opinion e vetës, edhe u bëlajmë, edhe klani dhe edhe disa portale e kishin e gjithë, pra edhe kur ikën në linjën e largët kolegu jënë, edhe ne po t'ishim, këtë gjithë të bënim, se ti u tonë shpesh. Po t'ishe dhe ti do kështë folur dhe ti aty më njënë, po tani ti je këtu. Këpton. Po për shqetësim global, me ferë. Ata zgjojnë që kuptonin gjere. Kaloj kufit, kaloj kufit. Dhe si kur të kishe njerës aty, ata nuk kuptonin gjere, si pakistanezët dhe... Tani, vendimi 4-4, edhe pse prodhon pasoja për këtë rastë, nuk në sjaron thuaj se asgje. Do me thënë, edhe pse në moshë të lartë të nderuar të shikus, do me thënë mosha ecën, sa vjen dhe nuk kuptojmë shumë gjera në këtë vend. Sa vjen dhe betë edhe mi pa kuptushëm, dhe isa të ikim fare dhe pastaj nuk kuptojmë më gjithfare. Po, kemi filluar që ta një të më skuptojmë gjë. Dhe do të përpikemi sot, ne, të themi në një gjetë e vutat të poshtë të strishën që e ka merakun. Ja, gjykata kushtetuese ullqepenin, ka ullqepenin, fare, pëton, dhe e ka mbyllur, është mbyllur dyqani. Do të diskutojmë me jurist dhe analist për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, uleni pak temperaturën, ju lutem, të mos ju them me herë tjetër, se ka 3-4 herët e fundit, gjithmonë ju them për temperaturën, po kur unë ju them direkt, ju merrni vërtet masa, bëni shumë të kujdesshëm. Do të detyrojmë ta them gjithmonë direkt. Zoti Baton Haxhiu, Mentor Nazarko, Anditela, Antona Bilekaj, faleminderit shumë. Jemi në studio. Në studion 2 do të jetë Ili Gërdupi, avokat i njohur, i cili shpesh na ndihmon ne për hallet që na dalin gjithmonë për para. Avokat, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Dhe në lidhje direkte, me të cilin do të fillojmë dhe do lirojmë pastaj se avokatit do të lirojmë shpejt, shumë më shpejt se ç'duhet, se kishin mbetur sot avokat Besnik Muçi, faleminderit shumë. Faleminderit dhe mirëmbrëma. Dhe akademiku Artan Fuga që do të lidhet nga Parisi me ne, sepse dhe ai kishte thënë gjërat e veta, ndonjëherë edhe me pak humori kishte thënë, me pak jo cinizëm, kishte thënë për shembull kjo ngjan 4-4 si një ndeshje me Kinën që kemi bërë ne, që ka dalë 6-6 baton. Në mënyrë që të kënaqeshin dhe kinezët, dhe ne lam 6 gola për kinezët, hengëm dhe 6 gola për vete. Edhe ishte 6-6 dhe s'tregonte asgjë ndeshja. Edhe kjo 4-4. Duket bukur kështu 4-4, thotë kush e di ç'luftë ka. Ja u shpjegu Kush e di ç'luftë ka pasur. Shikuesve të ri, se pse ka ndodhur ajo 6-6. 6-6, do të thënë 6-6, kinezët do ikën të kënaqur, ne të kënaqur. Kaluan planin edhe Ne bëm 6 gola, po dhe kinezët të fortë bën 6. Te kalua plani. Po. Ndeshje miqësore. Dhe avokatin që do ta kemi në lidhje më vonë, më falni akademikun, profesorin, do ta kemi në lidhje më vonë, do të merrë regjia me te, do bisedoj dhe unë do ta lidh dhe do jetë në bisedë me ne. Atëherë unë filloj menjëherë me avokatët me zotin Besnik Muçi. Zoti Muçi, ti tani si e shpjegon këtë gjë që ndodhi? Mund na shpjegoni sa më thjesht vendimi 4-4 të gjykatës kushtetuese për kërkesën që kishte bërë kryeministri në lidhje me pezullimin e Ballukut. A është ky një vendim? A është një vendim apo s'është një vendim? Se vendim aty sikur s'u tha, ata bën 4-4 dhe u mbyll vendimi. Dhe çfarë pasojë prodhon? A lind ndonjë precedent pas këtij vendimi? Po në fillim të shpjegojmë, a është një vendim? Po, shko, nëse do e them me një fjalë vetme, nuk kemi vendim. Pra, në çështjen e kërkesës kryeministrit për interpretim për zgjedhjen e konfliktit midis SPAK-ut dhe gjykatës posaçme dhe kryeministrisë dhe presidentit, nuk ka vendim nga gjykata kushtetuese.
për shkak se kushtetuta dhe ligji për gjykatën kushtetuese parashikon që të ketë një vendim përfundimtar për një çështje të caktuar, do të votojnë shumica e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Do të votojnë 5 anëtarë. Por se nuk ka votim nga 5 anëtarë, qoftë pro, qoftë kundër, nuk ka një vendim përfundimtar. Pra ne nuk kemi një vendim të gjykatës kushtetuese për këtë çështje. Por, dhe ç'ndodh? Në momentin që nuk ka një vendim, kërkesa konsiderohet e pagjykuar dhe kthehemi në gjendjen që ka qenë para se të bëjë kërkesa. Pra në gjendjen e pezullimit të Zoti Balluku nga funksion. Kjo është e para. E para. Ne shohim nga kjo vendimarrje. Çështja e dytë. Tani avokat, me që jemi te para dhe t'je shpjegove mjaft mirë këte, edhe një paqetësi kam unë. Pse ne kemi 8 antarë dhe jo një numër qift? Se do një avokat tjetër sot njohur shumë ai kohëve të ka qenë kohë të avokat Ngjela dhe tha që duhet të jetë numër qift. Tek. Do të jetë tek tha. Po i nënti mungon. Po i nënti ku është? Mungon. Presidenti duhet ta se ka 9 antarë dhe një nga antarët e gjykatës kushtetuese, zonja Toska ka dhënë dorëheqje në vitin e kaluar dhe nuk është bërë ende zëvendësimi i saj. Sa kohë? Dhe ligji për gjykatën kushtetuese dhe kushtetuta i detyron që antarët e gjykatës kushtetuese nuk mund të abstenojë, pra duhet votojë për një çështje, po ose jo. Në këto kushte, nëse do ishim me 9 antarë, nuk mund dilte 4-4 asnjëherë votimi për çështje. Pra, vendim nuk kemi. Atëre. Nuk ka. Atëre. Sipas jush avokat, çfarë pasojësh prodhon ky mosvendim? Shiko, ky mosvendim e para njerë, ose kjo që ndodhi, ky mungesa e vendimit nuk ka pasojë si precedente të ardhmen. Pra, mbi bazën e asaj që do arsyetojë gjykata kushtetuese sot, nuk mund të përdoret nesër si precedent për zgjedhjen e çështjeve të tjera, se nuk ka vendim. Por ajo që është shumë e rëndësishme gjykoj unë në këtë rast, është fakti që gjykata kushtetuese do dalë me një vendim të arsyetuar dhe ka dalë me një shkurtim vendimi, me njoftimin që kemi parë ne. Dhe ajo që unë kam tentuar lexoj këto ditë midis rreshtave, sepse shikoj nuk është shkurtim vendimi shumë i thjeshtë për të kuptuar dhe lexuar. Nuk është shumë i vështirë natyrisht, por ka goxha nëse e lexon me vëmendje këtë shkurtimin e vendimit, nga një paragraf kanë ato qëndrimet e secilës palë, por janë shumë të rëndësishme për të kuptuar thelbin e asaj që ka tash sot gjykata kushtetuese. Ajo që bëri unë është një gjë. Të 8 antarët e gjykatës kushtetuese e thënë me fjalë vetëm e kanë ndihmuar kryeministrin në qëndrimet e veta. Si e kanë ndihmuar kryeministrin? Të 8 antarët kanë pranuar një fakt shumë të rëndësishëm, shumë interesant, që pra ky mosvendim, avokat ti je duke thënë, që popullata e thjeshta kuptoi, që ti je duke thënë që ky vendim, mosvendim e ka ndihmuar kryeministrin. Jo. Ai thot për arsyetimin. Sepse duke mos zgjidhur të çështje, gjykata kushtetuese i ka krijuar mundësi kryeministrit që të godasi drejtësinë. I ka dhënë një armë. Në ç'mënyrë ka dhënë? Si do ta bëj sepse nuk është Krishti. Po? Nuk u dëgjova mirë, por i cili do ta bëj, themi se është një politikan dhe politikanët siç janë në gjithë botën. Ai do bëj vetë Krishti, do bëj punën vetë. Sa kohë gjykata kushtetuese nuk u shpreh, nuk dohet me vendim të hapur, ja la fushën e lirë kryeministrit, majorancës, që të mbrohet. Qoftë në mjet parlament ose në mjet parlament, se më të mbrohet. Po si? Ai që isha duke thënë është që gjykata kushtetuese, të 8 antarë, ka pranuar faktin që pezullimi i një antari të qeverisë është i barabartë me shkarkimin nga detyrat e tij dhe cënon jo vetëm ministrin thonë të 8, por cënon dhe veprimtarinë e Këshillit të Ministrave. Duke qenë se cënon veprimtarinë e Këshillit të Ministrave, pra ky pezullim është i barabartë me shkarkimin. Atëherë ku ndahet katështja pro Balluku themi, ose pro kryeministrit dhe katështja kundër kryeministrit. Katështja pro kryeministrit thotë që me pezullimi është si shkarkimi i antarit, po e me fjalë tjera, i antarit qeverisë, duhet të zbatojë parimin e 73 imunitetit, duhet kërkojë leja në parlament për të pezulluar. Thotë katështja pro qeverisë. Kurse katështja kundër qeverisë, thotë që është e vërtetë që pezullimi është i barabartë me shkarkimin, ndikon në ushtrimin e kompetencave të Këshillit të Ministrave të tjera, por ligji se ka zgjedhur të thotë se si do të bërë, atëherë i ngelet parlamentit që ta zgjidhë të thotë që kjo që thashun pak më sipër, ky pezullimi që është i barabartë me shkarkimin, duhet bërë me leje të parlamentit ose jo. Qartë. Kjo është ajo që interpretoj nga ky vendim i gjykatës kushtetuese. Pra, të dy pakatështet janë pak a shumë i ndihmë njëri tjetrin, ndryshojnë vetëm një fakt.
Katërshja pro-kryeministit thotë që kushtetuta është e qartë dhe s'ka nevojë fare të ndryshohet, pezullimi duhet kërkuar leja në parlament, sepse nisën nga një precedent në fakt i zotit Berisha, kur gjykata kushtetuese në rastin e zotit Berisha ka interpretuar imunitetin e deputetit, ka thënë që deputeti, më shumë se një mbrojtje individuale e antarit parlamentit, është mbrojtje e veprimtarisë së parlamentit vetë. Dhe për analogji thonë antarët e gjykatës kushtetuese, që për mua nuk shkon kjo analogji, edhe në rastin kur cënohet një antar i qeverisë, pra mbrojtja që antari i qeverisë nuk ka individuale, po e ka sepse mbrojt aktiviteti i qeverisë, në tërësi i qeverisë, i Këshillit të Ministrave. Dhe mbi bazë këtij precedenti kushtetues, thotë gjykata kushtetuese, duhet zbatuar edhe si zbatohet për deputetët dhe për antarët e qeverisë. Pra, kjo është pak a shumë në thelb. Dhe ajo që u thash pak më sipër, në këtë mënyrë, gjykata kushtetuese ja ka pastruar fushën kryeministrit dhe parlamentit për të ndryshimet e nevojshme kushtetuese dhe për të thënë që pezullimi është i barabartë me shkarkimin, pasi thonë për shkak të intensitetit të veprimit të kësaj mase që në rreth antarin e qeverisë, atëherë duhet marrë leja e parlamentit, sikurse për heqjen e imunitetit të deputetit. Atëherë, I gjithë. stopojmë avokat të këtë momentu, unë fut avokatin tjetër e pyes, a është okej me këto që ju thoni, se mund të ketë mendimet e tjera. Edhe pastaj ne kam një pyetje përbashkët, po për të dy, që a mund të themi që gjykata kushtetuese ka vepruar njësoj sikur mos kishin fare gjykatë kushtetuese, po do ta bëjmë pas. Atëherë, zoti Kërdupi, ju si mendoni tani, avokatin e dëgjuat? Po e dëgjova zotin Muçi, ka një mendim që për pjesën më madhore të tij bijem dakord, por sa i përket pjesës procedurale, faktikisht ka një vendim. Vendimet e gjykatës kushtetuese. Pra ju thoni ka një vendim. Po, ka një Por vendim. unë sot avokat, unë të respektoj shumë, po sot unë kam pyetur disa avokat. Përveç Besnikut, zotit Muçi, unë pyeta edhe avokatë të tjerë si ti thres shpesh në studio, po dhe i dëgjoj, dhe ata më thonë nuk ka një vendim. Do ishte në ditën kohë dhe deklarata ime që Jo, nuk ka... jo, unë të kam thirrur, mua më bën punën shumëre, si ka dhe mendim tjetër dhe kjo. Atëherë, nga pikpamja kuptimore, ajo që ne kërkonim, që ishte një vendim që thoshte që çështja duhet shkonte o në këtë formë, o në këtë formë, nuk ka. Nuk është një vendim. Por ai është vendim, gjykata kushtetuese nuk mblidhet më për këtë çështje. Paktën për kërkesën në bazë të zonin Balluku, ata gjykata kushtetuese konsideron të ezauruar, të mbyllur. Nëse do ju merrja për ekuivalent që do kishim një rast në cilin do gjyqshërtoi antikushtetueshmëria një ligji. Pra, një grup thotë që ky ligj i propozuar nga parlamenti është antikushtetues. Mblidhej gjykata kushtetuese dhe thoshte 4-4, ligji nuk është apo nuk është antikushtetues. Ligji në atë rast do konsiderojë që nuk është antikushtetues. Çështja do ezaurohej dhe themi që ne kemi një ligj që është kushtetues sepse nuk kemi një pesçe që të bëjë majorancën që ta rrëzojë. Dhe për sa kohë që nuk rrëzohet, ai ngelet në fuqi. Në rastin konkret ne kemi një kërkesë e cila kërkon interpretim. Dhe në këtë aspekt Ngelet në fuqi kërkesa e gjykatës. Po se problemi është që interpretimi Jo nuk u dha. kushtetueses, gjykatës. Për sa i përket çështje konkrete që kishte vendimi, GKK-s, po. vetëm një gjë konkrete që kishte kërkesa ishte sa i përket vendimit të GKK-s. Në këtë aspekt, vendimi i GKK-s ngeli në fuqi, nuk u shpall antikushtetues. Dhe rrjedhimisht ky është vendimarrja e gjykatës kushtetuese. Arsyetimi në lidhje me të, i cili do drejtonte për çështjet e ardhshme, është një vendim që ne nuk e kemi. Pra, edhe vendimi me 4, arsyetimi i 4-shës që thotë që nuk ka nevojë për autorizim, dhe arsyetimi i 4-shës që thotë që ka nevojë për autorizim nga parlamenti, janë dy vendimet që nuk janë detyruese. Ai mund të kishin qenë detyruese nëse do kishin qenë 5-4. Atëherë gjena bashkonte njërë si që bëre, po, dhe ndrynë në avokat. Ideja e avokatit tjetër, zoti Muçi, është që ka një vendim, thotë. Unë se kuptoj, Shiko, në fakt, po, çështja është teorikisht e diskutueshme në Albane, por ajo që thot kushtetuta dhe që thot ligji për gjykatën kushtetuese është i qartë. Nëse nuk shprehen shumica e antarëve të kushtetuese për një çështje, nuk ka vendim përfundimtar. Dhe çështjet e praktikës gjyqësore kushtetuese, e presidentit kushtetues dhe interpretimit kushtetues të mbështetura mbi jurisprudencën kushtetuese janë vetëm vendimet përfundimtare të gjykatës kushtetuese. Këto mund të jenë mendime, ato i do shfaqin 4-shë, secila 4-shë në... I të dy avokatët, ishit mirë, po? Mund të jenë, pra mund të kenë vlerë
të rëndësishme natyrisht në interpretimin kushtetues, në vendimet e tjera gjyqësore, por nuk janë precedent të mirëfillt, të cilat janë detyrueshme për të respektuar. Të gjitha të dyja mendimet e të dy palëve. Ato janë të rëndësishme sepse çdo mendim, ato janë mendime pakice konsiderohen. Konsiderohet si një mendim në një vendim pakice të gjykatës kushtetuese. Pra, nëse kemi një vendim 5-4, ka mendimi 4 është quhet vendim pakice. Ai nuk është detyrueshëm, natyrisht kanë vlerë teorike edhe relativisht të vogël praktike këto mendime, por nuk kanë vlerën e Një sekund. jurisprudencës kushtetuese. Edhe rastin ne kemi dy vendime pakice në këtë rast. Nuk kemi vendim shumicë fundimtar që të jetë precedent. Ky është mendimi im. Pra, kemi Ajo që thot zoti Muçi është që nuk kemi një interpretim që të jetë interpretimi detyrueshëm, dhe ky është i vërtet. Por në të njëjtën kohë, çështja konkrete ka një vendimarrje që do thotë që është rrëzimi i kërkesës. Ka një pasojë. Po, ka një pasojë dhe pasoja është rrëzimi i kërkesës, sepse nëse nuk arrihet 5 vota, kërkesa quhet e rrëzuar. Por nuk ishte e rëndësishme në kërkesën e bërë nga ana e kryeministrit. Po në qoftë se unë bëj një kërkesë tani, vetëm pasoja për zotin Balluku, ishte se si do ishte interpretimi. Në qoftë se unë i bëj një kërkesë pronarit të televizionit, tu ku jam unë, ose dikujt nga këta zotërinj këtu, dhe ajo nuk diskutohet fare, kjo nuk ekziston si është kot. Është kërkesa jote bie. Kështu konsiderohet kjo kërkesë e kryeministrit. Konsiderohet e patrajtuar, Po nuk ka Pasoj ka ka. vendim se ai nuk të dëgjon sa hap derën. Asnjëri nga këta nuk të dëgjon. Atëherë s'ka vendim sipas meje, logjik, shikoj unë nuk flas mbas logjikës. Ja, ju do futeni si të mbarojnë. Ishte një vogël kushtetuesja, vendimi kushtetues siç e thotë Muçi. Në rast se po themi, në një rast nesër, nëse bëhet një kërkesë për pezullim të një anëtari tjetër qeverie. Bravo, këtë Dhe kryeministri e çon përsëri gjykatë kushtetuese të kërkesë. Pra, përcillon prapë Antari tjetër. Kjo është një kërkesë e re. Pra gjykata kushtetuese është detyruar ta trajtojë. Nuk është vendim Nuk është çështje e parë. do ta vjojmë. patjetër për Do të Ballukun. bëjmë një pyetje, çfarë keni ju ndonjë paqartësi do ta bëni tani? Pasi unë të bëj për dy avokatët një pyetje fare të thjeshtë. Të fund, domethënë, a mund të themi gjykata kushtetuese ka vepruar njësoj sikur të mos kishin fare gjykat? Që ajo është mbledhur aty disa herë, mbledhje të gjata, tërë ditën dhe gjysmë e natës, dhe pastaj asgjë. Kjo është si ta dorëzosh një letër diku, edhe i hump në një kuti, si ta futesh në një kuti postare. Do me thënë si që kam vënë unë këtu, në mënyrë metaforike, gjykata ka ullë qepenin, ka mbyllur dyqanin. Luli, Po, e disha më kujton mua këto, e disha më kujton kjo qytetarëria e gjykatës kushtetuese? Ajo meseleja e kohë komunizmit, çfarë bën plenumi? si Po si, dihet plenumi, çfarë bën plenumi po çi? po, Plenumi i partisë, çfarë bën theshin? plenumi, po, Direktiva. Diskuton plenumi, po çfarë bën plenumi? direktiva. Merr vendime jo. vendimi jo, vetëm direktiv. Po, pra, Në këtë rast, në fakt po. Në këtë rast, unë mendoj gjykata kushtetuese ka dhënë një direktivë, pra nëpërmjet mendimeve do japi, dy vendime pakicës, i ka hapur fushën, i ka pastruar fushën parlamentit dhe mazhorancës për të ndërhyrë në kushtetut dhe në gjykimin tim në shkeljet parimeve bazë funksionimit shtetit së drejtës. Pra, ato qëndrimet pakicave, unë tani modestisht është ky qëndrimi im, qëndrimi dyja pakicave, ose i quaj pakicat dyja katërshet, nuk është në përputhje me parimet bazë funksionimit shtetit demokratik. Pra në vlerësimin tim, nuk mundet pezullimi i anëtarit qeverisë, nuk cënon në thelb pushtetin ekzekutiv. Pushteti ekzekutiv nuk është individual, është Këshilli i Ministrave, është organ kolegjial. pra ti, si qishe dikur kryetari gjykatës kushtetuese, kështu, antar gjykatës kushtetuese, po ti ishe tani, ti e kishe kaluar 5-4 Mësoj është? kundër Ramës. Si pasoj? Kuptova dhe. Jo, e kuptova tani, po ti ishe aty, ti e kishe vërë 5-4. Që s'është të thonë këta, tani, që si... Gërdupi... Nështë kjo është arsyeja. Kjo është arsyeja. Kjo është arsyeja, shpesh tani për këtë gjë ham avokat, në botën ku jetojmë, po e zamarin përsi. Kjo është arsyeja që s'jam. Rrisjet i kemi me vete në një shtet ku ligji diskutim. dhe maligji janë në një vend të dy, tani ndryni të dy për avokatët. Se për shembull, gojët e tjera thonë, po i këtë do t'ja bëju këtë pyetje unë dhe diskutojmë këtu, në një gojë ligë e kështu thotë që ata edhe kishin organizuar në këtë mënyrë, bile kishin patur koqje edhe Ibrahimi të kalon të bile profesor Fuga që do t'a futun pak më pas, thoshte një gjë shumë të bukur. Dikur thoshte edhe ne kemi me Kinën, kemi dalë 6-6, i lam 6 gola Kinës, në alajo 6 ne dhe u hap në gjithë botën që ne dinim të bënim shumë gola dhe ata dinim të bënin shumë.
Edhe këta 4-4. Unë thash që qëndrimet e dy pakicave janë shumë të prafërta me njëra tjetër. Për shembull, në studiet televizive thoshin që ka antarë të gjykatës, edhe antarë të gjykatës kushtetuese të shantazhueshëm, që kanë qenë dukshëm majtas. Dhe po ju nuk e keni ju këtë pyetje, do ta bëj këtu. Jam me gjënë da them, por fakti që, shiko, aty ka pasi dilemë të rëndësishme kushtetuese në vendimarrje. Cila ka qenë dilema në vlerësimin tim? Nëse do kishim një çështje të pasur në favor të kryeministrit, unë ju garantoj që vendimarrja do ishte shumë e shpejtë dhe e thjeshtë. Pra në favor të asaj që nuk mund të merre masa e pezullimit nga SPAK-u për anëtar qeverisë. Duke qenë se kjo çështje nuk mund të merre kaq thjesht, pra nuk është kaq e thjeshtë. Atëherë u gjet kjo mënyrë veprimi, kjo mënyrë zgjidhje e tillë, për të mos më dhënë zgjidhje, dhe për ta lënë fushën e hapur në një zgjidhje tjetër legislative. U gjend kjo mënyrë. Në këtë mënyrë thoni një kryetar, një antar i gjykatës kushtetuese të thotë të gjendet një mënyrë gjykata kushtetuese. Ky është tensioni real mes dy pushteteve avokat. Kur ka tension real mes dy pushteteve, të vendosësh 4-4, do me thonë të mos kesh guxim profesional, të mos kesh guxim institucional dhe të jesh i pa aftë ta zgjedhësh për po ose jo. Po si mund ta thush këtë? Piko ka një gjë, jo, zoti Axhiu, ka një shumë, nuk është atyre 4, si pakicave. Unë respektoj vendimin e secilit, unë thash ky është mendimi im. Natyrisht, mendim profesional, por faji është institucionet që kanë në borxh gjykatës kushtetuese, që siç e lanë 3 vjet, 4 vjet. Se ne tani që na shqetëson, themi, po kur ishte 2 vjet borxh gjykatës kushtetuese? Su shqetësuam ne? Nuk mos hyn 2 vjet më herët, ndalu te problemi. Inderuar avokat, inderuar gjyqtar avokat, ne kemi një tension mes dy pushteteve. Ky tension mes dy pushteteve kërkon një zgjidhje, po ose jo. Gjyqtarët e cilët janë gjykatës kushtetuese ndalojnë pasojat që mund të jenë shumë të rrezikshme në mes të betejës mes dy pushteteve të cilat ekzekutivit dhe pushtetit drejtësisë. Edhe gjyqësorit. Pushtetit drejtësisë. Të lutem, si është e mundur që gjyqtarët e gjykatës kushtetuese këtë tension nuk kanë fuqi morale, institucionale dhe profesionale ta zgjidhin. Si mund ta lënë 4-4? Dhe ti dhe ju po i arsyetoni këtë vendim 4-4. Këto nuk e pranoj. Po, thuj, unë do votoja 5-3 dhe pezullimi është një mundësi që e lejon kushtetuta. Por të thush 4-4, ata janë sot për mua, ata janë të paaft, të rrezikshëm dhe njerëz të cilët nuk e meritojnë me çan institucion. Kaq është. Asnjë, unë vlerësoj që asnjë nga këto nuk qëndron, pse nuk qëndron nga këto? Ma thuj. Prandaj e thash pak më sipër unë. Ne mendimi se cili është profesional, ai gjyqtari është i lirë të votojë, që ka mendimin e vet. Të arsyetuar, pa arsyetuar, ne jemi dakord të sejojë, diskutojmë tjetër gjë. Unë jam dakord të sejojë tjetër gjë. Por sa kohë që institucionet e tjera e kalën me 8 antarë gjykatës kushtetuese dhe ata të detyruar të votojnë, mundësia e daljes 8-4 është evidente. Jo, avokat, nëse do kishte të një çështje që the. Është tjetër gjë. Është tjetër gjë pastaj, nëse ne flasim në bindjen tonë profesionale, profesionalisht tani, që pse nuk ishte qëndrimi 8-0 në gjykimin tim për shkak të faktit që nuk ka konflikt kompetence. Është e drejta e SPAK-ut ta pezulloj. Nuk kërkoj kërkush 8-0. Nuk kërkoj askush 8-0. Avokat, roli i gjykatës kushtetuese është të paqësoj paqartësitë ose të rregulloj paqartësitë. Dhe gjyqtarët kur janë 8 bëjnë gjithçka, e sidomos kryetaria e gjykatës, që ta sjell vendimin e 5-3. Arsyeshëm dhe nuk mund të dalë, nuk mund të dalë gjykata kushtetuese me 4-4. E pa drejt dhe jo profesionale. Është primus inter pares aty. Po s'ka asnjë vend botë. Po s'ka asnjë vend botë që bën këtë. Primus inter pares organizon mbledhjen. Nuk ka rol kryetari në atë gjykatë. Si s'ka rol kryetari? Asnjë rol nuk ka. Po kryetari ka rol bindës. Nuk operohet në logjikën e zakonshme atje. Kryetari ka votë një lloj si gjithë anëtarët e gjykatës kushtetuese. Ai vetëm organizon mbledhjen nga i pamja administrative. Do në rreton administrative. Mos na ofendo kështu. Jo, mos na ofendo kështu. Ofendon logjikën e zakonshme. Jo, mos na ofendo kështu. Megjithatë, kjo është interpretim për fëmijë.
Ne që e marë që... Jo, avokat. Nëse nuk e kuptojnë, se shfajit. Të lutem më avokat. Një gjykatë kushtetuese serioze bën debat serios për këtë çështje. Duket formale që kryetaria e gjykatës e udhëheq një mbledhje. Por megjithatë, ajo nuk do të duhet lejonte një rezultat 4-4. Për arsye se e rrezikon... Na mendoni ju ta anonte ajo? Si? Na duhet ta anonte si pasysh. Do ta shterte gjithë procesin dhe bindjet e gjykatëve për këto çështje. Dhe nuk do ta lënte pezull situatën. Dhe ju e thatë edhe një gjë. Ju e thatë një gjë për dokumentin e kryeministit. Vetëm edhe një gjë. Ju thatë që këta janë shprehur... Ka dyshimin që ka pas presione. Jo, ju thatë që gjyqtarët janë shprehur për dokumentin e kryeministit. Gjyqtarët formalisht edhe le të jetë dokumenti më i dobët i mundshëm i kryeministit që nuk ka stafi i tij nuk ka aftësi mbrojtëse ose arsyetimi normal për këtë konflikt. Nuk thashun ashtu, vetëm thash. Edhe nëse është dokumenti i dobët, gjykata kushtetuese kur ka konflikt të tilla në mes institucioneve, ajo do ta sjellë një vendim, po ose jo. E jo ta lënë të pezulluar. E solli, 4 po 4 jo tani aty. Ç'a solli më? Ai që do bënte kingmakerin, s'është aty. S'është bosh, vend. Ajo nuk ka sjell vendim institucional juridik, por ka sjell një vendim politik të njerëzve të cilët s'kan guxim dhe të kenë vendin aty. Kaq mund të them. Gërdupi ndryn ndonjëherë dhe Nëse kemi. Atëherë besoj se arsyeja dhe shkaku pse mbledhja e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese është bërë 3 herë dhe mbledhja e fundit ka zgjatur raportohet rreth 10-11 orë. Janë pikërisht arsyeja që shkojmë tek ky numër, tek ky vendimmarrje 4-4, me sa duket të 4 palët kanë qenë krejt bindura me veten e tyre në lidhje me gjykimin. M'fal, zoti Rekipi. Po ju thoja që të 4 gjyqtarët e secilit krah kanë qenë krejt të bindur dhe asnjëri s'ka pas tendencë për të çeduar. Dhe kanë qenë formale, thuaj se një rezultat do ishte siç ishte. Jo, unë mendoj që ajo ka qenë e qartë që në mbledhjen e parë dhe tentativat në 3 mbledhje dhe koha e zgjatje e madh që është bërë eksaktësisht për të kaluar njëri nga 4 gjyqtarët, do thënë njëri nga 8 të ndronte mendje nga krahu në cilën qëndronte për të shkuar në krahun tjetër. Në të kundërt do ishte marrë vendimi që në takimin e parë. Nuk ka dalë 5 në favor të Ramës për arsye se nuk kanë dyshuar te ky Ibrahimi fare. Asnjë dyshim s'ka. S'është çështja e Ibrahimi. Jo, nuk. Nëse me qenë se po flasim, do të flasim hapun. Në gjykatën kushtetuese, unë përpojë të them hapun. Të dytë nuk po flasin hapur. Ai ka qenë në gjykatën kushtetuese, nuk thotë që konflikti është mes 2 taborreve. Është konflikt politik. Është gjë më natyrale. Jo, nuk është natyrale. Nuk është deri në atë pikë kur sjellët vendim. Nuk është fare, nuk ka lidhje konflikt politik. Nuk ka lidhje fare. Shiko, zoti Andriu. Është votuar për zgjedhjet amerikane. Po, shiko, gjithë anëtarët jo janë emëruar nga institucione të kontrolluara politikisht nga një dorë. Apo jo? Qartë. Çfarë ka këtu në mes për këtë? Politikisht nga një dorë. A janë emëruar pas vitit 2021? Kemi një gjë shumë transparente. 2021. Avokatët do kalojmë këtu. Pra, nuk ka asnjë lloj konflikti politik aty. Aty është çështje bindjesh profesionale, pastaj ose tjetër situatë. Nuk je i sinqert avokat. Ka të bëjë me bindje politike. Nuk je i sinqert avokat. Ose nuk i din. Absolutisht, jam totalisht i sinqert. Të garantoj për këtë. Jam totalisht i sinqert. Po avokatët s'ka lidhje fare me bindje politike. S'ka. Po jam sinqert. Jam bindje profesionale. Probleme serioze, nuk punojnë në natyrën e Ka vërtetuese është që aty paraqitet edhe raporti minorancës, siç thot avokat Muçi. Pra, edhe kur kemi pasur rezultate 7-1, raporti minorancës çfarë ka thënë njëshi? patjetër të detyrueshëm. Aq i rëndësishëm është një vot atje. Pra, vota është aq personale. Aq e rëndësishme Jo, ke drejt shumë. Po ti po thuan gjë tjetër. Ti nuk ta trajtosh atë si një votim në turm, që në parlament, që ne kemi grupin tonë parlamentar, jo, është vot personale, s'ndahet në grupin parlamentare. S'ka vendime politike. Dhe ajo është do vot personale, aty ka shpjegim vote. Edhe kur pranua çështja, pati 4 antarë gjykatës kushtetuese që pranuan çështjen. Një prej cilëve mendonte që çështja duhet hyte për gjykim, por ishte kundër kësaj, do të thotë pro shkarkimit, pro pezullimit. Pra, edhe ajo pori aty u fut në vendim. Ylli, nuk mundemi qaq let me shku se
do flasim për pasojat. Atëre mbe që e keni akoma me avokatin. Jo, unë e kam me Dupi avokatët. kërkon lej për të largu di punëtet, se unë e troqa në mënyrë të beftë e këshu për ta futur në... Të falenderoj shumë, zotë Kërdupi, takohemi në emisionet e tjera. Më lejoni vetëm vazhdo me avokatin me zotin Muqi, vazhdo. Flasim për një Pra be ndrimin... Ne, me qenë se po flasim për një rezultat 4-4. Avokata, di cilat janë pasojat. Po e detyron mazhorancën që të ndërhyjë në ligj për të rregulluar pa aftësinë e gjykatës kushtetuese. Si mund të lejohet kjo? Jo. Si? Jo, Po si jo kjo pasoja? Po kjo pasoja? A di cila pasoja tjetër? Pasoja tjetër për shkak të paaftësisë tyre, jo e prit. Paaftësia për shkak të mungesës guximit. Avokat tani përgjigju. Avokat edhe një e përgjigju pastaj. Pjesa tjetër është, na rrezikojmë që nëse hymë në ndryshimin e ligjeve, të hymë në një betejë tjetër me Bashkimin Evropian dhe procesin e integrimit. Pikërisht, pse ata nuk kanë thënë po ose jo. Të thoshin po, ose jo. E jo 4-4. S'ka hermafrodit këtu. Ma ose ashtu. Ata në kolegë këtu, po më Ajo është që e zhitë parlamenti beton. Me atoj parlamentit të miratoj antarën e Kjo është një si kush o beton. Ti ndryshon mendimin për këtë çështje. Bëu kundër. Bëhesh dot? Ti mendon se këtu ka të drejtë kryeministri. Po unë prapë unë nuk thash i ka. Jo. E sekundë se bën nga komunisti, të lutem. Po pra, po ti mendon se këtë çështje ka drejtë kryeministri. Andi, të lutem. Tashi, Vetëm në komunikim me avokatin, derisa ta kemi avokatin, dhe këtu ne do vazhdojmë se ne do mbetemi këtu. Se po ngeni peng i 18-8-ës që nuk është në dorë të tyre, është në dorë të 9-it që nuk e ka zgjedhur kryeministri, 4-4. Është në dorë të antarit të 9 që kuvendi nuk e ka zgjedhur. Megjithëse një kolegu ynë, Merobaza, thoshte ka lidhje numra. Rama ka humbur 8-0 dhe Ballaku 4-4. Po çift nuk nxjerr rezultat. Është të na sjelltën e avokatit. Të kundërtën. Shiko, unë e thash mendimin tim tani. Unë edhe kur e pash vendimin në këtë pjesë të shkurtër të arsyetit të njoftimit gjykatës kushtetuese, po që në thelb jep qëndrimet, unë vlerësoj që edhe ky qëndrimi vendimi gjykatës kushtetuese do jetë shumë i debatueshëm dhe shumë i diskutueshëm, madje do krijojë një debat shumë të madh, shumë të rëndësishëm, shumë serioz në problemet e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, për shkak sepse në vlerësimin tim ky lloj ndryshimi do të prek në thelb parimet bazë funksionimit shtetit demokratik, parimin e pavarësisë pushtetit gjyqësor dhe do të cënojë në thelb hetimin penal. Si pavarësinë e sistemit gjyqësor. Po të drejtën gjykata kushtetuese të vendosë për diçka nuk vendosi për një gjë kaq të rëndësishme. E thash pak më parë, pra. Gjykata kushtetuese me mos veprim i hapi rrugë qeverisë për të ndryshuar kushtetutën. Ka një problem do. Se kushtetuesa ndryshon qeveria. Por aty qëndrim të gjykatës kushtetuese është i pastër, 8-0. Qëndrimi është kundër kërkesës së Edi Ramës, 8-0. Ata janë një zëri, e thot njoftimi, janë një zëri pro pezullimit. E vetë një pikë ku ata ndahen, është mënyra se si bëhet pezullimi. Bëhet me, po e kenu njoftim, po në lexoj. Po lexoj njoftimin. A ke njoftimin, o zotin Rakipi, e ke njoftimin të edhe tot tani ta lexojmë. Mos kemi spekullime me njoftimin. E vetja pikë ndani, thonë ata... Dhe profesor Fuga më tha mua, edhe njoftimi që lezuar, beti shumë i habitur. Jo, njoftimi ishte kështu. Nga jo mënyrë... Si fillim, duhet themi që jemi një zëri dakord për pezullimin, jemi pro pezullimin... Ma kalonin që njoftimin ju lutem? Ky është qëndrimi tyre. Ata ndahen nëse duhet apo jo leje parlamentit për pezullimin. 4 antarë janë që nuk duhet leje parlamentit, apo jo zotë avokati. Avokat, kështu është në njoftim? Thelbi njoftimit është pak dhe kronin interpretimat, të dyja pakicat e barazojnë, në thash në fillim pak, e barazojnë pezullimin me shkarkimin antarit qeverisë. A janë pro pezullimit apo jo janë? Ata avancojnë ata thonë që është pezullimi prek në thelb të funksionin antarit qeverisë. Ja njoftimi se e kam këtu njoftimin. Pra është rabat të shkarkimin. Dhe si tillë duhet kërkuar leje parlamentit, thonë ata që janë pro. Jo, ata problemën e më thëmë një zëri. Paraprakisht, gjykata vlerësoi një zëri se imuniteti ministrit rregullohet nga neni 103.3 kushtetues në lidhje me nenin 73.1 dhe 2.
Në regjimin kushtetues të imunitetit ministrit, ashtu si kurse të deputetit, nuk përfshihet garancia e parashikuar në 242 paragrafi 2 i kodit procedurës penale. Sipas të cilit, masat e pezullimit të ushtrimit i ndetyre a shërbimi publik nuk zbatohen ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral, thotë. Po pra, pezullimi quhet. Ja pra të lexojmë në fund. Neni për cilën nuk zbatohet. Po pra, nuk zbatohet imuniteti, nuk zbatohet për ministrin. Më ta shpjegoj me fjalë pak më të thjeshta. Thelbi i vendimit është i tillë. Ata e përjashtojnë pezullimin sipas kodit procedurës penale, sipas nenit 242. Pra nuk zbatohet ky lloj pezullimi, thotë. Pra 4 thonë që nuk pezullimi për nuk ekzon këtë mbrojtje e ministrit. Nuk zbatohet, 4 thonë zbatohet. Pra ndaj është 4-4, po s'ka ndryshe pse ti ishe 4-4. Është për mënyrën 8-0 e thot me Robazia në një kuptim tjetër. Por do kshu ata avancojnë. Vendimi është efekteve që bën. Vendimi është jo në efektet një zëri thotë. Te pezullimi si mas, se no Thelbi thon, dhe duhet ta barazojmë thon me ndalimin. E qartë, tani fal avokat. Nish imunitetin deputetit. Atu ta shkarkosh ministrin, ta pezullosh ministrin. Avokat, në rastin pezullimi i ministrit është i barabartë me heqjen e imunitetit deputetit. Thotë gjyqata kushtetuese. Avokat, në rastin e diskutimit me Batonin, ishte përplasje një logjike të fortë me një logjikë juridike dhe ju broni logjikën juridike. Tash unë kam dy pyetje për ju, duke nisur nga ato që thatë. E para, a mundet që ky vendim ose mos vendim të rishikohet në momenti kur gjykata kushtetuese plotësohet me 9 antar? Jo. A mundet nëse për një antar tjetër ose vetë Balluku? Jo, nuk mundet me. Ky vendim konsiderohet i mbyllur këtë çështje. Por në qoftë se bëhen po vendim konsiderohet i mbyllur, atëherë ai është një vendim. Po, është i mbyllur, edhe nëse emërohet nesër antari 9 i gjykatës kushtetuese, nuk mund të mblidhet. Po për një ministër tjetër, a mundet që për një ministër tjetër, po e thash pak më sipër. E dyta, ju thoni, ju mbroni pikpamjen e SPAK-ut, po e thjeshtojmë për publikun. Pra, ju nuk jeni dakord me atë që kuadri kushtetues shqiptar ndonë se ka transplantuar modelin italian, është i paplot për çështjen e pezullimit. Pra, kuadri italian jep shumë garanci për ministrin. Sakt. Kurse kuadri shqiptar nuk e trajton çështjen e pezullimit. Pra, ju që jeni dakord për pezullimin nga një gjykatë, dhe ata e kanë edhe gjyqin ministror. Kanë edhe gjykatën ministror. Pra, ju mendoni që s'ka nevojë për ndërhyrje në kushtetutën e Shqipërisë për ta plotësuar këtë çështje? Jo, s'ka nevojë. Po atëherë, në qoftë se ju mendoni që s'ka, atëherë mund të më shpjegoni mua neni 73 i cili e barazon imunitetin e ministrit me imunitetin e deputetit. Çfarë kuptimi ka? Çfarë kuptimi ka? Çfarë kuptimi ka? Se unë mendoj që zonja Balluku, e cila është dhe ministre dhe deputete, italianët, në fakt dhe shumë shtete e kanë ndarë pozicionet. Nuk ka, ai që është ministër nuk mund të jetë deputet. Ne kemi dhe ministre dhe deputet. Unë mendoj që e ka imunitet 2 fish, në fakt, po kjo është çështje tjetër. Në qoftë se ju thoni që s'ka as deputet, e ka të cunguar të deputet, atëherë ju po shkoni kundër. Jo, shpjegoj. Në 103 kur thotë që ministri gëzon imunitetin e deputetit, shkonte në 73. Çfarë është imuniteti i deputetit në 73? Pra lejen parlament merret për arrest, shtëpia Rezburg, kontroll banesë, kontroll personal. Kto janë? Kur u kufizoi imuniteti 2012. Pra, ky është imuniteti kushtetues i deputetit. Këtë imunitet kushtetues gëzon ministri. Por në qoftë se veprimtaria e deputetit është me të bëjë ligje. Veprimtaria e ministrit është marrë vendime si mos u pezulluar, sipas nenit 242 të kodit të procedurës penale, deputeti e gëzon për shkak të faktit, jo thjesht është deputet, sepse është i zgjedhur sipas ligjit elektoral. Më fal. Atë nen të kushtetutës i cili e barazon imunitetin e ministrit me atë të deputetit. Pra neni 73, ose bashkimi i 73 me 100. Si e interpretoni ju, sepse puna e deputetit, dhe kjo është edhe në rastin e zotit Berisha, është të bëjë ligjet, marrë pjesë në veprimtarinë e përditshme të parlamentit. Cila është veprimtaria e përditshme e ministrit, që homologohet me veprimtarinë e deputetit? Saktësisht është. Kjo është. Këtë thot gjykata kushtetuese. Pikërisht pra. Pra e barazon ndërhyrjen te deputeti me ndërhyrjen te
ministri, për shkak se thot dënohet veprimtari i kuvendit, por kushtetuta për mua dhe ligji është i qartë në interpretim. Këtë thot pakica e dytë. Por nëse nuk pezullohet deputeti, pse duhet pezullohet ministri? Po ma lejo ta mbaroj fjalin. Pakica e dytë të thotë, a ka nevojë që të ketë një balancim tjetër kushtetut midis ekzekutivit dhe gjyqësorit, për ta futur dhe pezullimin te garancitë kushtetuese të ministrit, këtë ta zgjidhim me kushtetutën, ndryshojmë kushtetutën. Ose me kod penal, ose me kod procedurës. Ama pakisa numër 1 thotë të që thoni ju, që pakisa numër 1 thotë që fakti që në pezullimi është një lloj me ta heqësh nga puna, ta shkarkosh nga puna, duhet zbatuar, është një lloj si ta shkarkosh do thotë që duhet garancia e neni 73, ju neni 73, sepse hiqet imuniteti komplet deputetit dhe ministri shkarkohet me pezullim, thonë. Qartë. Shiko, në gjykimin tim... Nuk e dija jam një tim qartë me fjalët, por ky ndryshim i pakicave. Ja ta thot avokatë... Nëse mund të them e para, në qoftë se ne duhet ndjekim modelin italian, ne duhet kemi saktësisht edhe konceptin e gjykatës ministrore. Vetëm nëse nuk e quajmë GKK-on si gjykatë ministrore. Pra, një shqyrtim më fal, kushtetuta italiane ka gjykatën ministrore, e cila e shqyrton vendimin e prokurorit për të kërkuar heqjen e imunitetit të ministrit apo të deputetit. Si komisioni parlamentar. Nëpërmjet një filtri, që është gjykata ministrore, që ka dhe seksionin territor. Pra e para, ose duhet kjo, ose... Nuk e njoh. Më fal, ose në kuadrin ton kushtetues, edhe ligjor, po edhe të kodeve, duhet parashikuar çështje pezullimit, sepse kështu siç e shikoni ju, i bie që pozita e ministrit është më e dobët se sa pozita e deputetit. Dhe ky është gjithë... Patjetër, më e dobët është. Atëherë pse është e barabartë me të deputetit? Kjo është më e dobët. Se kështu ka parashikuar kushtetuta. Po kushtetuta thotë që e ka imunitetin, e ka të barabartë. Shiko, nuk mund barazohet pa diskutim. Sepse, shiko, deputeti... Pastaj dalim te Giorgio Orelli, avokat që të gjitha kafshët janë të barabarta, po ka më të barabarta. Jo, po nuk janë një lloj ministri me deputet. Po pse janë një lloj? Ai thotë janë një lloj. Jo, se deputeti është i zgjedhur dhe nuk menaxhon fonde publike, nuk është ekzekutiv deputeti. Qeveria menaxhon fonde, është qeverisë veprimtaria ekzekutive. Dhe si do kontrollohet veprimtaria ekzekutive nëse nuk kontrollohet nga gjyqësori? Pra, nëse bëhet shkelje penale gjithmonë bëhet fjalë. Gjithsesi, jemi në një moment themun të diskutueshëm, shumë të diskutueshëm edhe për njerëzit e ligjit, njerëzit e jurisprudencës, cilë ne i thirrëm dhe na dhanë mendimin e tyre. Ne avokatë besoj konkluduam apo ja. Besoj dham kryemobit. S'kemi në një gjë tjetër për avokatin? Jo. Qatë teme se s'kemi. I mbron kolegë? Mbron kolegët, thotë Batoni, po i jetë do t'i mbrojnë kolegë tani se punë mbrojtje është kjo. Nuk i mbrojt araj shumë, duket më i doki. Dhe ai shumë jo, thotë, po. Ma mirë ktheu avokatat tjenë gjykatë kushtetuese dhe merr vendim edhe për jo. Dhe bëu i nenti dhe shpëtonë, kishte mbyllur një problem. Ta për këtë arsye kanë. Një kalon ujë, kupton. S'bëhet me prrua. Avokaton të falenderoj shumë për ndimin që na dhe mbrëmje sotme. Do të takohemi përsëri bashkë të gjitha me kënaqësi shumë. Herën tjetër do vi në studios, mos lodhem. Po pra se tani kjo s'ka dhe shumë, se një 2-3 herë kemi bërë kështu. Falenderoj shumë dhe natën e mirë. Kështu mirë po më pëlqen. Ju falenderoj edhe unë. Kështu mirë po më pëlqen. Sigurisht edhe kështu lidhje. Nuk e ke zërimin e dop sikur herave disa herë. Jo, shumë mirë e ke në kohë të fundit. Po pra. Tani respekt për pyetje i tham për avokatin, tani një koment dua nga secili nga ju përpara se ta kalojmë te profesor Fuga, që do futim edhe këtë një lidhje nga Parisi. Tani dua një koment për këtë 4-4. A mund të themi sot që ky është një dështim për gjykatën më të lartë që kemi në adeun tonë, se gjykata kushtetuese është gjykata më e lartë. Në këtë sterilitet, a e braktisi gjykata kushtetuese misionin e vet, Abilega? Gjykata kushtetuese, po ta shikojmë, sa herë është dashur nuk ka bërë misionin e vet, kjo nuk diskutohet. Nuk presim që këtë ratë ta kryen të misionin e vet. Dhe shtyhet ai pasgjeshme ishin një nga shenjat që nuk do ta kryen të misionin e vet.
Astral. Dikush për më shkruan që u lodhën me nenin kaq dhe me nenin kaq dhe Më bë pak teknike politikisht këtë pjesë sepse ashtu është vërtetë. Më bë pak teknike çështja, në fakt. Problemi është që me këtë vendim në fakt gjykata kushtetuese nuk na ka ndihmuar, nuk ka ndihmuar publikun. Kjo është e sigurt. Domethënë, nuk ka krijuar precedentin. Në atë rastin tjetër që pyeti mentori, që nëse ndodh kjo me një ministër tjetër, çfarë ndodh? Do shkojmë prapë kushtetuese. Dhe çfarë ndodh nëse kushtetuesi duhet me 8 antar, do kemi një vendim prapë me. Pra, do shkojmë prapë, dhe do kemi asnjëherë. Mund të ndrojnë mendjen, a? Se lejohet. Këtu pastaj duke pasur një gjykatë kushtetuese unë nuk e, na lind nevoja që të ndryshojmë në kushtetut ose në Kodin e Procedurës Penale. Gjë që nuk është e këshillueshme. Sidomos për një vend që është duke hyrë në Bashkimin Evropian. Sepse, dini pyetën, pse po ndryshojnë në kushtetutën në Kodin e Procedurës Penale për një çështje e një ministri. Pra siç ndodhi nëse ju kujtohet në Rumani me Dragnean, që ata filluan të ndërhyjnë në kushtetut për dekriminalizimin e disa veprave penale, për të hequr Dragnean nga veprat penale. Ky nuk është një rast, por në qoftë se do ta shohim nga jashtë, do duket një rast. Qartë. Që ne po hyjmë për dekriminalizimin e një vepre penale për të shpëtuar një zyrtar. Prit mbaroj se s'ka bërë. Po. Pra, ky vendim nuk e ndihmon Shqipërinë. As në veprimtarinë e vet përditshme dhe nuk krijon precedent. Misionin e vet në Bashkimin Evropian. E dyta është, për taktikat politike të sotme, për mua më shumë e shërben Edi Ramës. Kjo vendim. Kjo jo vendim. Sepse Edi Rama, nëse do kishim një vendim kundër pezullimit, do ishte përballë mbledhjes Këshillit mandateve urgjente për të marrë vendim siç e kërkonte Bashkimi Evropian, pra për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Ky vendim e shpëtoi Ramën nga mbledhja e Këshillit që ka me Bashkimin Evropian. E shpëtoi nga Këshilli i mandateve. Pse e shpëtoi? Anton, ti je sigurt për këtë qendrimin e Bashkimit Evropian? Se unë e dëgjoj pak. Qëllimi është parimor, e tha reporteri i Bashkimit Evropian, i Parlamentit Evropian që në Shqipëri para një javë, e kanë thënë Komisioni Evropian në atë deklaratën standardet vetën që ne jemi pro drejtësisë dhe ata duhet të përgjigjen pozitivisht drejtësisë, etj. Qëllimi është parimor dhe nuk ka diskutim. Pra, dhënia e imunitetit nuk do të thotë arrestim, është dhënia e imunitetit. Pastaj se si abuzon nëse jo gjykata me këtë, kjo është tjetër çështje. Por të gjendej përballë një vendimi më të vështirë akoma. Unë mendoj që dhënia e imunitetit është shumë më e vështirë se sa pezullimi. Kështu që duke i dhënë këtë masë sigurie, u bën 2 masa sigurie, bllokimi i pasaportës dhe pezullimi, që e bën të tretën të pamundur, jo proporcionale, me akuzën që ka Belinda Balluku. Qartë. Sepse ajo ka shkelje barazit tendere, jo vrasjen në masë, për të marrë 3 masa sigurie. Jo korrupsion thuaj. As korrupsion. Vetëm këtë, po. Kështu që për mendimin tim, ky vendim ashtu siç u mor, duke lënë në fuqi pa dashje, duke rikthyer fuqi vendimin e gjykatës, taktikisht politikisht e ka ndihmuar Edi Ramën, i ka dhënë një komoditet që antarën e qeverisë ta ketë të pezulluar, por të mos mbledhë Këshillin e mandateve për të marrë një vendim shumë të vështirë, shumë të thellë që është heqja e imunitetit. Mentor? Shikoj, nëse do t'i analizonim gjithë protë dhe kundra, do zgjateshim shumë, por po është vërtet në disa aspekte, është tamam ashtu siç thotë Antoni, ashtu siç thotë profesor Fuga, pra ka disa elemente që ja japin iniciativën Ramës. Dhe ai vendimi sot në takimin e Ramës me grupin parlamentar, me 3 pika, parashikon saktësisht këtë, pra që ne do ta rishikojmë legjislacionin, pra o do shikojmë kushtetutën, o do shikojmë kodin e procedurës penale, pra do ta ndryshojmë këtë gjë. Dhe dyta, Këshilli i mandateve nuk ka ngut, meqense masë proporcionale është masa e pezullimit të zonjës Balluku. Po është dhe një gjë tjetër që nuk e kemi përmendur, që zonja Balluku para se zoti Rama të vinte në lëvizje gjykatën kushtetuese nga pozita ngushësisht juridike, jo i lidhur me fatin e zonjës Balluku, ka bërë një padit vetën në apelin e GKK-s. Pra, GKK-ja e pezulloi, sepse tha prit të shprehet gjykata kushtetuese. Kështu që kemi edhe një raund tjetër, një betejë tjetër të Ballukut në GKK. Pra ajo ka konsideruar vendimin për pezullim si të padrejtë dhe ka apeluar. Dhe ka bërë apelimin. Dhe ajo ishte e varur nga gjykata kushtetuese. Në momentin që gjykata kushtetuese nuk mori vendim, apeli duhet shprehet për çështjen Ballukut përsëri. Tela? Tani, përmbledhas bashkë me Batonin pastaj dhe të futim profesor Fugën. Tani, vendimi i marrë të premte nga gjykata kushtetuese ka 3 pika. Ka rrëzimin e kërkesës, heqjen e masës së pezullimit caktuar me vendimin e mbledhjes më pashme
Dhe ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi me botimin në fletoren zyrtare. Tani, në këtë moment që ne po flasim, ky vendim nuk është botuar në fletoren zyrtare. Pra që nga e premtja e deri tash në këtë moment, Belinda Balluku vazhdon të jetë zëvendës kryeministre dhe ministre energjetikës. Dhe ne nuk e dim se sa do zgjas kjo gjëja, sepse gjykata kushtetuese ka të drejtë, ka afat 5 ditë, që nuk e dim nëse janë ditë pune apo ditë normale, por ta çuar në fletoren zyrtare. Po do ngryzen ato ditë Fletoria zyrtare nga ana vet ka 15 ditë të tjera kohë për ta botuar. Fletoria zyrtare ka qeveria. Ministria e Drejtësisë ka. Precedenti thotë që ditën që gjykata kushtetuese pezulloi pezullimin, vendimi u botua për 2 orë në fletoren zyrtare, brenda asaj dite. Po mirë, dakord tani, këto do t'i bëjnë ata. Këto janë faktet. Lidhet me vendimin që pritet në apel, lidhet me vendimin që do merret nga apeli, lidhet me ndërhyrjen ligjore që duhet bëj kryeministri, a kërkon të bëj kryeministri, nuk do të kalenda kjo. Por kjo fakti është që pavarësisht se ne themi është pezulluar, ajo vazhdon të kryejë detyrën të firmos. Po derisa të zyrtarizohen, të formalizohen gjërat. Do duhej që vendimi të ishte botuar sa më shpejt. Kjo është e para. E dyta pastaj, përsa i përket vendimit gjykatës kushtetuese. Pas 2 orësh siç e bënë të parë, no? Jo, nuk e bëjnë ato. Po mirë pra. Ata do ta bëjnë në 2 orët e fundit. Tani, përsa i përket gjykatës kushtetuese, domethënë argumenti që dolën 4-4 se mungonte i 9-ti, qëndron sigurisht se po të ishin 9 nuk do bëj ky diskutim. Do mbyllej ky. Është në ngarkim të kuvendit që nuk ka arritur të zgjedh antarin e 9 të kushtetuesës, edhe të KED-s që i mban sirtar gjithë verifikimet, u bë 1 vit e gjysmë që nuk zëvendësohet ajo që ka dhënë dorëheqjen. Dhe çështja më e rëndësishme në këtë moment, sipas meje, është fakti që ti je antar i gjykatës kushtetuese, ti duhet të kesh pikën kulmore të karrierës tënde në jetë. Pra ti ke mbaruar të gjithë shkallët, themi, të gjyqësorit. E se them po ta kursejmë sot këtë. Jo, po kjo është e rëndësishmja, sepse do e bura me mjekër të thinjur e të gjithë. Patjetër pra, sepse do marrin vendim kushtetues, pra, do ndajnë këtë gjën, do ndajnë shapin nga sheqeri ato për çështje me mjekër kanë vdekur ndërsa një pjesë ishin të korruptuar. Po pra, po ata gjyqtarët, dhe ne do ta vuajmë. Ata gjyqtarët kushtetues të drejtësisë së vjetër, ata ishin me shumë integritet dhe merrnin vendime shumë të rëndësishme. Jo, më jo, përpara kësaj drejtësisë që ndryshoi. Po ata morën vendimin për marrëveshjen e detit për 5 orë. Si detyroi Saliu. Jo, Saliu thot që kundër. Dhe kanë marrë vendime. Njëri e lëvizje atë. Dhe kanë marrë vendime. Jo për të kundër, po të kundër një tha Beni. Ploqi. Nuk është ashtu. Jo pra, kanë marrë. Ploqi, ai e ndryshoi balancën. Por tash njerëz 40-50 vjeç që do mbarojnë që mbarojnë detyrën në gjykatë kushtetuese dhe tash kërkojnë një punë tjetër. Na shpërndave. Jo, po të lutem të integritetit dhe përvojës kjo është. Se po jemi në baton, po jo shpërndarje të madhe këtë konkludim për këtë që të tham deri tani. Po ç'është ideja? Statusi i sotëm i Edi Ramës realisht i ka përcaktuar të gjithën. Nëse e keni lexuar në mëngjes, mas daljes nga mbledhja, ai nuk e pranoi dorëheqjen e Belinda. Edhe pse ajo në sot mëngjes e ofroi. Dhe ai e gjeti arsyetimin. Shikoj, unë kam sinkron Ramën dhe pastaj do të them. Me qenë se po flasim për gjykatën kushtetuese, unë pra po mundohem ta përsëris atë që ja thash avokatit. Rezultati nuk prodhoi një interpretim kushtetues. Kjo për mua nuk është interpretim kushtetues dhe nuk vendosi kufi të pos dhe jos, por prodhoi pasoja. E pasojat janë mund të vijë, si shta Abilekaj, edhe të ndryshimi ligjit. Gjithashtu gjykata kushtetuese nuk e kishte parasysh se çfarë rëndësie ka ky moment i saj dhe nuk e rregulloi tensionin real mes 2 pushteteve. Nuk rregulloi asnjë gjë, e la 2 pushtetet që të luftojnë me njëra tjetrën. Dhe pikrisht e këtu, ky sistem ose ky vendim e bëri sistemin e drejtësisë të fitoj fuqi kundrejt sistemit ekzekutiv, ose pushtetit ekzekutiv. Dhe në këtë rast ekzekutivi, kur e humb betejën kështu, dhe gjykata kushtetuese nuk sjell vendim,
atëherë ndërhyn të vetvetja, të pasoja, dhe kjo është pasoja. Dhe kjo është ajo që ka prodhuar gjykata kushtetuese. Edhe ajo që mu mbrengosush, pse një pjesë e gjyqtarëve sheket si rrezik institucional, kurse pjesa tjetër e gjyqtarëve e si domosdoshmëri ligjore. Qysh është e mundur, janë 8 gjyqtarë se i kanë parametrat të kundërt në një gjykatë kaq të rëndësishme. Dhe këtë në fund, prokuroria po vepron ose gjykata kushtetuese ja la prokurorisë të veproj edhe si autoritet moral, edhe si autoritet ekzekutiv, edhe si gjyqësor, dhe kjo është e tepërt. S'është keq gjithmonë, po jo, nuk është. Po jo në këtë moment. Jo në këtë moment. Autoritet ekzekutiv s'duhet veprojë. Por, mentor. Edhe ekzekutiv. Jo, edhe ekzekutiv. Kjo është ekzekutiv. Sa vetë moral. Po, ka hyrë ekzekutiv. Pezulimi është po. Edhe moral, edhe ekzekutiv, edhe gjyqësor. Edhe ekzekutiv, nëse do ta dish. Po, ka shtete që ministri drejtësisë. Po jo këtu pra, nuk është këtu. As moral se shtu. Dhe këto janë probleme serioze. Janë probleme shumë serioze. Vendimi i gjykatës kushtetuese. Pastaj do të themi, atëre më ndihmon në regjet, lutem, me zotin Fuga. Zoti Fuga, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kënaqësi që flasim bashkë, rallë, se ti tani ke zgjedhur që i nuk je këtu, përgjithsisht. Por edhe je... Më vjen keq që nuk jam dhe kërkoj ndjesë. Por edhe je... Edhe nuk je. Edhe nuk je, po edhe je. Sepse nuk ke braktisur vendin, ja ne të kërkojmë sot për dhe një mendim, dhe ti edhe diçka me shkrim në statusin që bëre, por do të pyesim dhe ne tani. Ju jeni në deni të gjithçka ndodhi. Ju botuat një qëndrim mjaft interesant që mua më troqi vëmendjen dhe të telefonova me njerë për vendimin e gjykatës kushtetuese. E krahasonit me një ndeshje futbolli, kam përmendur një 2-3 herë edhe në emision këtë, me një ndeshje tona me Kinën, që doli 6-6. Për këta u mblodhen kushtetuesja 3 herë, edhe nëzori 4-4, 3 herë. Kina me Shqipëri njerë ka luajtur. Se edhe, po të kishte luajtur 2 herë, do kishte darë 10-10. Ka lozur dhe miqësorë e qytetesh. Po, tani, e krahasonin para me ndeshjen dhe thonin që ky vendim i kënaq të gjithë. Të gjithë tani mbeten të kënaqur. Pse mendoni kështu, profesor? Gjithsesi, unë jam jashtë vendit për një shërbim për mosimdhënien time dhe gjithsesi së shpejti kthehem aty. I përshëndes të gjithë zotrinjt në panel. Unë do të thosha këtë gjë që unë analizën time e bëra duke u mbështetur tek teoria e lojës. Teoria e lojës është një teori e famshme në ekonomi, me baza matematikore, në sociologji, në psikologji, për të mos hyrë shumë thellë këtu në teori. Dhe shpeshherë ata themeluesit dhe ata që e kanë zhvilluar të teorinë e lojës marrin shembuj nga pokeri, nga dominoja, nga tenisi, për ta bërë sa më të thjeshtë. Duke shqyrtuar vendimin e gjykatës kushtetuese, i cili më duket plot me kontradikta logjike edhe kontradikta logjike të cilat edhe nuk kanë dalë aq në evidencë deri tani, sipas mendimit tim. Vura re se kishte një aplikim të pandërgjeshëm të teorisë lojës në 3 drejtime. E para, rezultati 4-4 nga pikpamja statistikore kishte mundësi, sipas me, 1 në 9 raste. Pra, kishte 1/9 probabiliteti. Dhe ndodh njërë në 9 raste. Që do të thotë në afat gjatë, duhet ndodhi një herë në 9 raste. Dhe shumë rrallë që në momentin e parë ti dhe të zarit bjeri 4-4. Është shumë e vështirë. Por, probabiliteti është probabilitet, si thot dikushi që probabiliteti i zareve është punë e Zotit. Por gjithsesi është shumë e rrallë, është pothuajse jashtë një mundësie të arsyeshme.
Por ka një mundësi dytë, është nga 3 mundësit në teorinë e lojës, që 2 palët përballin forca me fuqi të barabartë dhe secila nga palët, në këtë rast një pjesë e drejtësisë dhe pastaj ekzekutivi, përplasen me forcat barabarta dhe nëse 2 forcat barabarta afatgjatë ndeshen me njëra tjetrën, në teorinë e lojës, teoria që quhet teoria e minimax theory, minimax theory, thot që nëse ka ndërhyrje të barabarta nga 2 krahët, rezultati del barabar, del 4-4. Pra, ajo që probabiliteti e shikon si 1 në 10 raste, pra jep një probabilitet shumë gjithsesi të vogël, momenti i dytë jep një mundësi të madhe nëse ka një ndërhyrje nga jashtë. Dhe unë, duke zbatuar teorinë e lojës, vë pikpyetjen duke thënë ka pasur ndërhyrje nga jashtë. E treta dhe e fundit është kur në teorinë e lojës aktorët nuk janë aktor të ndarë nga njëri tjetri, por janë bashkëpunues me njëri tjetrin dhe ata, duke qenë bashkëpunues me njëri tjetrin, e nxjerrin rezultatin barazim. Dhe unë vë pikpyetjen e tretë që a janë marrë vesh me njëri tjetrin apo nuk janë marrë vesh me njëri tjetrin. Sigurisht unë më tutje se kjo nuk shkoj, sepse si kam faktet. Në fakt me dyshuara nga 3 që thatë ju profesor është kjo e treta. Që ata janë marrë dhe vesh me njëri tjetrin. Është e dyshuar, ju shtrua 3 alternativa, por dyshim kryesor. Më çojnë që alternativa e parë e një probabiliteti spontan është shumë e vogël. 2 të tjerat janë jashtëzakonisht mëdha. Sipas teorisë lojës. Ndryrja që në Shqipëri është modë. Ndërkohë, nëse edhe kjo shkon. Por më shumë shkon kjo e treta. Nëse më lejoni, po mund të jenë edhe 2 një herë, apo jo, profesor? Të 2 dhe 3. Edhe ndërhyrje ka patur edhe bashkëpunim. Pastaj merren vesh lehtësisht, po ka ndryrje. Prandaj po them. Mund të jenë. Zoti Nazarko ka drejt, mund të jenë. Kjo pastaj futet në një rast tjetër. Po nëse më lejoni, nëse s'ju bezdi se ju marr shumë vëmendje, desha t'ju them se lexova duke parë këtë rezultatin 4-4, që në atë dokumentin që kishte votuar dhe zbardhur gjykata kushtetuese, ishte thënë se 4 gjyqtar, si të thuash, ishin që gjithsesi të mos pranohet kërkesa edhe ankimimi, kërkesa, të refuzohet kërkesa e ekzekutivit, sepse sipas tyre, edhe ministrat, si çdo qytetar, duhet të respektojnë ligjin e një shteti ligjor dhe të mbahen përgjegjës penalisht kur e shkelin. Pyetja ime është ku e di gjykata kushtetuese se e ka shkelur ligjin? Po bra. Në planin logjik dhe gjykata nuk ka tagër të gjykoj nëse një akuzë që bëhet apo një hetim ka quar që subjekti individual, juridik apo fizik e ka shkelur apo s'ka shkelur ligjin. Dhe mua më kujtohet që në rastin kur është marrë në shqyrtim çështja e zotit Velie, kam lexuar në zbardhjen e vendimit gjykatës apo në debatet që u bën aty, që gjykata tha që shiko, ne merrem me çështjen nëse ti je kryetar apo si je kryetar, se me çështjen nëse je apo nuk je subjekt i ndërhyrjes penale nga organet e justicisë apo të ne nuk hym këtu. Nuk hym këtu. Tani, në momentin që në rastin precedent thotë që unë nuk hy këtu, tash në rastin e dytë, jo, po të mbaroj, profesor. Hyn, sepse thotë edhe ministri kur ka shkelur ligjin, po ministri apo tjetri, apo kryetari i opozitës, ku diun, apo një tjetër, nuk ka rëndësi për mua fare kush,
derisa të dënohet, gjykata kushtetuese nuk ka drejt të thotë, sepse ajo gjykon vetëm kushtetueshmërinë. Bile, po ta çoj më tutje, nëse më lejoni, po shkurt, po të shikohet se si iniciohet edhe vihet në lëvizje gjykata kushtetuese, sipas gjykimit tim, kryeministri se aktivizon dot gjykatën kushtetuese, aktivizon veçse për çështje që kanë të bëjnë me përputhjen e ligjeve me kushtetshmërinë dhe të akteve normative. Unë nuk e di edhe si konflikt pushtetesh. Këtu kemi të bëjmë. Edhe si konflikt pushtetesh. Jo, unë lexoj ligjin i dashur mentor. Ligji thot ka 3 mundësi, 1, 2, 3. Dhe kryeministri ka mundësi ta iniciojë gjykatën kushtetuese vetëm për çështje normative. 2 tjerat nuk ka mundësi. Tani, unë nuk e di se si është kjo, dhe unë dëgjova me shumë respekt atë që thatë ju, për rezultatin 4-4, por ligji nuk lejon rezultat 4-4 për gjykatën kushtetuese, sepse flet vetëm për shumicë dhe pakicë. Rasti 4-4 është jo ligjor. Unë kështu e kuptoj. Unë nuk jam jurist, po unë jam marrë urdhro. Jo, nuk janë as pakica, as shumica. 2 pakica. Nuk janë. Si 2 pakica? Pra, ligji për mua është i qartë. 2 shumica. Ka si me 5, quhet pakicë. Po si e 5 e pakicë. S'ka rëndësi. Po kjo është absurd. Jo, pakica dhe shumica. Jo, ju lutem. Të bëhet 3 tjetra. Zoti Ylli, mund t'ja sqaroj. Po. Pakica dhe shumica janë mbi bazën e gjyqtarëve të angazhuar në gjykim. Pra ata janë 8. 4 nuk është as shumica as pakicë, të paktën sipas filozofisë të ligjit që unë kam punuar 40 vjet edhe sipas logjikës. Me këtë numër antarësh. Aristotelit. Me këtë numër antarësh. Tani, po të vazhdoj. Ja, e mbarova. Koncepti jo. Profesori po shpjegon diçka që është bazike. Ndonjë gjë më thash për me je përmendi Muçi se. E mbarova. Po. E mbarova. Edhe një fjali dhe e mbarova. Dëgjojmë? Po. Dëgjojmë mirë. E fundit, në atë që boton në vendimin që zbardh, mbase është vendimi para prak, që zbardh gjykata kushtetuese në media e lexova thotë se ndërse 4 gjyqtarë thotë menduan kështu, 4 të tjerët mendojnë se kjo çështje e ekuilibrit pushteteve kushtetuese duhet shkojnë në kuvend. Dhe së çështja jonë është çështja e kuvendit. Kjo mu duk qesharake, me thënë drejtën, me gjithë respektin që kam. Pse? E para njëherë, gjykata kushtetuese nuk e vën lëvizje kuvendin. E para. Dhe nuk ka asnjë tagër për këtë. E dyta, këta gjykatës, të cilët thonë se nuk është çështja jonë, çfarë kanë bërë këta? Këta kanë abstenuar. Pra nga njëra anë kanë votuar, nga ana tjetër, me argumentimin e votimit tyre kanë abstenuar, por ligji nuk lejon të abstenosh. Nuk e lejon antarë në gjykatës të abstenoj, pra të thotë që nuk është çështja ime. Dhe kur këta kanë menduar këta të 4 që duhet shkojnë kuvend, si është e mundur që gjykata kushtetuese e pranoi çështjen ta merrte në gjykim në fillim, se po që se këta të 4 thoshin se kjo është çështja jonë, gjykata kushtetuese s'u kishte marrë fare çështjen dhe duhet thoshte që unë s'kam punë me këtë. E të tjera që mua personalisht më kanë bërë, pavarësisht rezultatit, që thot zoti Aliu ka të drejtë në ato që thot, por unë e shikoj pak në një plan tjetër që arsyetimi juridik nuk pyet për pasojat. Dhe unë nuk nisem fare nga pasojat, unë nisem nga logjika. Sepse drejtësia funksionon me sy mbyllur edhe me vesh mbyllur, vetëm me mendje, pa ditur se ku është dhe çfarë bën. Tani, të gjitha këto mua më çojnë në një situatë ku ligji flet për shumicë dhe pakicë, ndërkohë ata janë 8 dhe me 8 veta nuk duhet ta kishin marrë fare, si thuash, procedurën,
sepse që në procedurë, ata do të gjykonin që mund dilnin 4-4, gjë që ligji nuk ja lejon. Edhe logjikisht dhe unë këtë gjykim kam, nuk e merr fare që në fillim, sepse mund të dalësh 4-4, që është normale. Ligji nuk të lejon. Ligji nuk të lejon. Ata thonë që ne nuk marrim vendim, por në fund thuhet, pra gjykata vendosi. Në qoftë se thuhet që s'marr vendim, vendimi është që... Atëherë kjo vlen për çdo rast, ata duhet të refuzojnë vendimarrje, pastaj për çdo rast ata profesor. Më fal, mentor, kjo profesor duket proverbiale, ne nuk marrim vendim, po gjykata vendosi. Po këtu është një konflikt, një si të thuash, një kontradikt in absurdum. Dhe i dashur mentor, unë jam shumë dakord me ty që nuk është problemi i ligjit. Problemi është dikush nga miqtë aty tha janë zgjatur procedurat për të caktuar i nënti dhe asnjëri nga ne nuk ka thënë, ore, duke zgjatur këtë procedurën e të nëntit, ju po hidhni në herë mundësinë e vendimarrjes dhe dhënies së drejtësisë nga gjykata kushtetuese. Rastësia nuk e kishte sjellë këtë problem. Në rastin tim, unë di dhe raste tjera 4-4, dhe kur flas për këto, sepse i kam pasur mbi kuriz dhe jam marrë shumë me këto gjëra. Mund të na citoni një rastin, profesor? Që ka pasur është rasti kur ligji për Akademinë e Shkencave vosi antikushtetues dhe dolën 4-4. Në atë kohë, unë ngrita këto probleme. Në më thë këto 4-4 nuk e pas kam për herë të parë. Jo, se ajo 6-6 me kinën njërë ndodhi, e kupton? Nësa kjo 4-4 u bëka... Unë kujtohet ai rasti me kinën, kam qenë i vogël, edhe kur bëndë gol Shqipëria, zyrtarët e Ministrisë së Jashtme shkonin te stoli dhe i thoshin Lenit bëjnë një gol ata. Pra kishte ndërhyrje nga jashtë. Kishte ndërhyrje nga jashtë. Tani profesor, me to që thamë dhe të gjuam, a shuhet pritshmëria që kjo gjykat mund të dilte mbi nivelin mediokër, që ka në përgjithësi sistemi ynë i drejtësisë, se ka një nivel mediokër sistemi ynë. Dhe ndoshta se këtu ishte shansi mo që të ja duke mos e bërë që në fillim, duke mos e nxjerrë 4-4 dhe jo për herë të parë e të gjitha, a duket sikur nuk del dot mbi nivelin mediokër të drejtësisë që ne kemi në përgjithësi? E një fjali që mos abuzoj me fisnikrin tuaj që më dhatë këtë mundësi, unë mendoj, unë nuk prisja më shumë dhe nuk pres më shumë nga ata gjyqtarë. Sepse ata nuk kanë atë që në filozofi quhet kondicioni kushti për dhënë drejtësi. Ne kërkojmë nga 5 veta apo nga 8 veta të gjorë që të zgjedhin tërë problemet e ligjshmërisë, normativitetit, vlerave demokracisë, vlerave morale, të drejtave njeriu që ka shoqëria jonë. Domethënë, ato që nuk zgjidhin 140 deputetët, urdhërojnë më parë. Ashtu, profesor, siç po kërkojmë edhe që 20 veta të SPAK-ut, të zgjidhin gjithë hallet e mëdha që ka vendi ynë. Edhe kjo është absurde dhe shumë e çuditshme. Po vetëm SPAK-u dhe këtu po përdor argumentin tuaj, ka një mbështetje ndërkombëtare, ka disa prerogativa morale dhe të reputacionit ndërkombëtar, ka disa trajtime financiare edhe të tjera benefice të cilat shumë mirë që i ka, sepse ndryshe nuk do të mund të kryej misionin e vet, kurse këta janë në një situatë të cilën për mua nuk kanë atë dhe po e përsëris, mbase jam gabim, po ky është mendimi im, nuk kanë kushtet për të dhënë drejtësi. Dhe nuk mundet që 5 deri në 8 veta të cilët janë brenda kësaj shoqërie të marrin
atë koncept që është një koncept bosh, një sinonim bosh, një metonimi, sikur ne kemi për gjykatën kushtetuese supreme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku gjyqtarët atje janë me karriera tjera, me formime tjera. Aq më tepër 8 veta, që nuk i bëjnë edhe 9, ndoshta qëllimisht nuk i bëjnë 9, që të mbeten të bëhet vendim, ne presim që të vrasim të keqen e madhe që ne kemi brenda vetes. Ndonjë pyetje për profesorin? Çfarë mund të ketë? Jo, profesor, tek neni 131.ç thuhet që gjykata kushtetuese shqyrton konfliktin mes pushteteve. Neni kushtetut. Nuk thash të kundërtën, mentor. Unë thash që ai e përçapën lëvizje ai. Kryeministri mund ta bëjnë lëvizje vetëm për aktet normative. Dhe thash dhe një herë, unë nuk them se vën lëvizje për gjëra tjera, apo gjykata kushtetuese shikon dhe kushtetutshmërinë e traktateve ndërkombëtare që firmosen, edhe si thua shkarkimin e presidentit dhe të tjera, po për kryeministri e vën në lëvizje vetëm për të gjykuar çështje normative. Në momentin kur gjykohet një çështje që s'është normative, hyn çështja në kolaps. Kjo çështje, domethënë vënia në lëvizje, sa ai e vuri në lëvizje i pari, profesor. Kryeministri. Po pra. Ajo shqyrtohet nga një relator ose shqyrtohet në kolegj. Ata kanë shqyrtuar dhe kanë marrë vendimin që po, kërkesa e tij është e konsiderueshme dhe madje kanë marrë dhe një masë sigurie që kanë thënë e kanë pezulluar vendimin e SPAK-ut. Që kjo është një çështje e shqyrtuar një herë. Që kur gjykata kushtetuese është marrë me Unë nuk po them që nuk është e shqyrtuar, unë po them që në Zanafill, ata me vendimet e tyre jo ligjore, sipas meje, ligj për gjykatën e lartë që nuk e lejon gjykatën të vihet në lëvizje nga kryeministri për çështje të natyrës normative, e futën problemin në kolaps dhe ja përfundimi. Unë jam dakord me ato që thua ti, që patjetër ata e gjykuan, ja pra si gjykuan. Qartë. Kemi tjetër? Por unë mendoj që këtu ka specialistë të kushtetutës dhe të them drejtën habitem se si nuk marrin pjesë në të diskutime, se unë po them, unë kështu e lexoj, ju lutem me vëmendjen tuaj, kur të keni mundësi, shifeni se kush e vë dhe për çfarë e vën lëvizje, dhe nëse unë e kam gabim, unë të riqem, po unë e kam lexuar disa herë dhe sot përsëri gjithë ditën. Batona, kemi që për profesorin? Jo, Tela? Unë vetëm, profesor, kur fola për pasojat, unë pajtohem që vendimet gjyqësore duhet jenë të verbra në kuptimin që nuk duhet të ndikohen. Dhe kjo është rregull, por unë kur po flas, çdo vendim ka një pasojë, dhe pasojat të cilat vendosen mas një vendimi janë të detyrueshme, por në këtë rast, që kur unë e fola për vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila nuk mori vendim edhe pse ishte dashur të marrë vendim, sjell pasoja tjera ndërhyrjen e sistemit ekzekutiv dhe legjislativ për faktin që këta nuk kanë sjellë një vendim kushtetues. Për këtë e kisha pasojën. Jemi marrë vesh dhe unë nuk kisha asgjë kundër kësaj, unë thash vetëm që edhe sikur t'i lëm jashtë arsyetimit pasoja, ta abstragoj, dhe jam shumë dakord që këto pasoja vinë, por dhe sikur t'i lëm jashtë, ta shikojmë nga pikpamja e asaj logjikës së brendshme të vendimit, dhe aty për mua ka probleme shumë të rënda. Një jurist i njohur që kërkon të mos identifikohet në këtë rast, më shkruan një gjë shumë të thjeshtë. Neni 125 marri dërgon dhe thotë pra nëse nuk ketë 9 antar, nuk ke gjykatë kushtetuese. Dhe më nënvizon gjykata kushtetuese përbëhet nga 9 antar. Dhe këtu ndoshta bien. Jo, mos gjykata kushtetuese ka qenë dhe me 1 antar vetëm për 3 vite. Nuk është aty problemi. Ore në kohën e Enver Hoxhës, jo më Vitore Tusha ka pasur fare muaj e vetëm atje. Jo më me 5 antar mund të sjell vendim. Mund të them një ligji thotë qartësisht që gjykata kushtetuese ka 9 antar.
dhe në qoftë se nuk ka 9 antarë si pas ligjit, nuk ka gjykatë kushtetuese. Po jo më ka ligji. Gabim e ka. Ligji thot, mjafton të ketë 5 antarë dhe mund të hapi proces. Një kolegj është 5 antarë. Kurse themi që është vendim pakicë 4. Por jo se ka, e thot kushtetuta, më thot njeriu, dhe përveç se tani kushtetutës, i zgjedhin institucionet dhe pastaj i zgjedhin institucionet ndryshme dhe këtu duke i zgjedhin kemi balanca pastaj. Balanca, po pra, nëntë nuk janë më kotë. Që ata mund të ishin dhe 3. Mund të ishin dhe 3. I zgjedh presidenti me gjithdo tek, mund të ishin dhe 3, mund të ishin dhe 5. Mua, më mirë të argjojnë kohën duke folur. E lemë juristit njohur se parlamenti mund vënohet për të zgjedh 1, 2, 3, 4 gjyqtarë. Atëherë s'është as parlamenti? Jo, prit, është çështje. Dhe aty mbetin 5 gjyqtarë. Paramendojnë 5 gjyqtarë që mos ta zgjedhin asnjë çështje të rëndësishme në gjykatën kushtetuese. Do të bëj kaos. Dhe më nënvizon që e thot kushtetuta. Jo. Thot ky dhe jo ligj. Jo ligj. Thot parlamenti ka 140 deputet. Nuk mblidhet parlamenti, po 140. Po pra. Ndryshuar me ligjin ka qetë. Ose ka funksionuar. Dakor, ta edhin, po jo. Tani me profesorin s'kemi gjë tjetër? Jo. Profesor, do jemi në studio herën tjetër, se ti do kthehesh nesër besoj në Tiranë. Se pas nësë do jemi dhe për problematika tjera, se këj vend vetëm probleme ka profesor. Ju falemderit. Të falenderoj shumë unë, edhe miqtë e mi këtu, edhe natë e mirë. Faleminderit. Atere, tani, do fut një sinkron të Ramës, unë fare shkurt, e di Rama thotë se çdo të bëj tani, dhe të diskutojmë edhe këtu. Se paka shumë Ramë disa probleme, dhe mund. Sinkronin e Zotit Rama? Sinkroni? Një kemi. 3 konkluzione nga mbledhja e grupit parlamentar pas mosvendimit të gjykatës kushtetuese dhe rivendosjes së pezullimit të ministres nga funksionet e padelegueshme kushtetuese nga ai antarit të qeverisë tek ai i presidentit të Republikës dhe jo vetëm nuk mund të pezullohen kurse si nga askush duke nisur nga një emër i përveçëm, sepse pezullimi paralizon funksionin, pra institucionin që ajo drejton. Nisur edhe nga leximi i deklaratës publike të gjykatës kushtetuese, kur të gjithë antarët e trupës shfaqen unanim lidhur me problemin, po ndahen te rrugzgjidhja. Grupi parlamentar socialist do të angazhohet për zgjidhjen përmes ndërhyrjes në legjislacion. E vetmja palë e përmbushur nga rikthimi i pezullimit është Spaku, që në kushtet e pezullimit mund të vazhdoj krejt qetësisht hetimin përkatës, ndërkohë që deri në adresimin ligjor të zgjidhjes nuk ka asnjë urgjencë për të trajtuar kërkesën që Spaku bëri pas rënies së masës së pezullimit. Një shtesë nga ana ime, Spaku nuk preket, vetëm mbështetet. Liria dhe e drejta e çdo prokurori për të hetuar çfarëdo qofte këdo qoftë nuk preken, vetëm garantohen. Pavarësia kushtetuese e pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv gjithashtu nuk preken, vetëm garantohen. Pra, sikun se lexoj narratori ynë, këto janë vendimet që ka marrë Edi Rama. Së pari njerë, ky vendim që ka marrë gjykata kushtetuese, çfarë do thot për Edi Ramën sipas jush? Jo të vendimi, për mendimin tim. Shumë ngjarje që kanë ndodhur, tregojnë që reforma në drejtësi nuk ka funksionuar ashtu siç duhet, ose themi ka shumë probleme. Themi ka dështuar për këtë qëllim të rezultate të lartë, nuk mund të themi që ka dështuar. Por ka dështuar totalisht. Dhe ai shumë kontradikta, sa tregon se në radhë të parë çdo reforme i prin një vullnet politik. Në radhë të parë çdo reforme i prin pranimi që konsensual i gjitha palëve që do i njohin vendimet dhe nuk do sulmojnë palën që do marrë vendimet. Kështu që ne jemi sot në këtë ngërsh të reformës drejtësi, që nga dita e parë që shkruar Spaku dhe deri sot. Njerë kemi pasur opozitën kundër reformës, tani kemi majorancën që kërkon të rishikoj reformën opozita është kundër, mosbesim mes palëve është rritur, konflikti me institucioneve është rritur dhe nuk ka askush kushtaj përgjigje. Dhe prandaj kjo e gjykatës kushtetuese mosvendimi ose vendim për mosvendim na ka prekur, sepse kuptuam që kemi shkuar në rrugë pa kryer. Nuk ka kush jep vendim. Nëse ne do të çojmë prapë reformën në parlament, atëherë i bie të fillojë nga e para. Problemi është si të zgjidheshin çështjet pa çuar reformën në parlament.
pa e parë kodin e procedurës penale, pa e parë kushtetutën, sepse në qëse ne do të shikojmë to, atëre kemi rifilluar reformën drejtësi. Kështu që për mua, ky vendim gjykatës kushtetuese ishte shumë i rëndësishëm dhe mendoj që kjo reflektohet edhe te Rama edhe te opozita të gjithë. Ne sot kemi një reformë drejtësi që nuk e mban dot veten. Dhe i duhet një ndryrje tjetër politike. Çdo ndryrje politike e kompromenton reformën drejtësi. Sakt. Po, ndoshta më shkruan avokat Muçi, që e kishim. Po. Dhe ndoshta i bëjmë pak me dobiclek gjërat të mos. Se për shembull thot ylli i vjetri thot largohet ditën që fillon puni i riu. Do me thënë me 9 antarë quhet. Po, bile njeri është nga ata vazhdon punën megjithëse i ka mbaruar mandatin. Po pra, personi ka vënë dorë që nuk shkon në punë. Nuk shkon më ajo. Ka një vit e gjysmë nuk shkon, ka ik. Është detyruar. Kalon punën. Duhet të vej tjetri. Duhet shkoj ajo. Duhet zgjidhet. Por ajo që ka vënë dorë normalisht duhet rritën detyrë. Po rregulli i ligji e thotë qartësisht që largohet ditën që fillon puni i riu. Po pra, po këta të 8 që janë punë do ikin nga puna kur të vi secili zëvendësues. Po pra, kurse i 9 që mungon, ka ikur, ka dhënë dorë që një vit e gjysmë përpara ylli dhe ka ikë që atë ditë. Nuk është faqe më gjykata. Nesër do të zgjedh tjetër. Nuk zgjedhet të nesër. Do të ka procedurë. Ylli, ky nuk përrespekton procedurën në parlament. Parlamenti duhet ta zgjidhë ta gjej kompromisin, mos harro, aty partitë politike kërkojnë njeriu e tyre se paku të jetë garantues për kushtetutshmërinë. Dhe me thonë, qoftë Partia Demokratike, qoftë Partia Socialiste, e ka të drejten që ta votoj njeriu i cili do të shkojë. Zgjedh me 3 emrave, mos e ka zgjedh këtë 3 emra, ata kishe gjë tjetër Anton në këtë pyetje. Jo, besoj që këtu është termi, këtu do të diskutonim ne. Po na çon gjykata mungesa e vendimarrjes, gjykata kushtetuese. Don, a është e mjaftueshme vetë mjaftueshme drejtësia më? A duhet ripar drejtësia? A e dëmton kjo Edi Ramën dhe qeverinë? Në rastin konkret e dëmtoj. Ramën dhe qeverinë e dëmton më shumë imazhi që krijohet me dosjet e Spakut. Mendoj që ky nuk është një vendim që dëmton Ramën, mendoj unë personalisht. Pse më them unë? Sepse ne gjithë kemi një mendim për të çështje, për shembull për pezullimin e ministrit. Pavarësisht se kush është kryeministri dhe kush është kryeministri, i heqin membrat. Kjo është çështje që duhet diskutuar. Dhe disa nga ne, pavarësisht pro apo kundër Ramës, mund të mendojnë, unë për shembull mendoj që pezullimi i ministrit nuk mund të vi nga gjykata gjykkoja, personalisht. Por, në qoftë se ligjet e kushtetuta e thonë këtë që duhet të pezullohet, mos jam jurist dhe të jap një vendim dhe ky është mendimi im politik. Prandaj them që duhet merren vendime të cilat janë brenda drejtësisë, drejtësia duhet të marrë vendimet për veten e vet. Nëse dështon, atëherë na jep në gjithë mundësinë të ndërhyjmë, të bëjmë presionin, të kemi ndryrje politike pastaj të cilat të na kompromitojnë. Dakor. Por ky diskutim mund të vazhdonte gjatë pafund nëse do ishte vetëm ky. Pra, nëse do ishte vendimi që gjykata kushtetuese duhet merrte me shumicë votash pro kryeministrit apo kundër kryeministrit. Problemi është se gjithë këtë diskutim, gjithë këtë debat që ne bëjmë, ja ngarkojmë një fakti tjetër me cilin nuk prekemi. Spaku e ka marrë këtë kërkesë, e ka çuar në gjykatë për pezullimin, por në kuvend ka çuar një kërkesë të dytë, e cila ka të bëjë me imunitetin e deputetes Belinda Balluku. Dhe atje kërkon heqjen e imunitetit që të ketë mundësi të kryejë arrestimin, siç e kërkon Spaku. Pra ke të kaluar kërkesën e tij për sa i përket pezullimit nga detyra. Ky vendim 4-4, siç edhe thoshte kryeministri sot, mund ta zjas. Pra ai thotë s'ka urgjencë që kuvendi të diskutojë për çështjen e imunitetit. Ndërkohë që nuk mund të jetë kryeministri që përcakton ka urgjencë apo s'ka. Urgjencën e përcakton ai që e kërkon. Spaku përcakton që ka urgjencë dhe e ka çuar që ditën e 3 mbas dërgimit të kërkesës nga kryeministri në gjykatë kushtetuese, Spaku dërgoi kërkesën kuvend dhe kërkon imunitetin e deputetes Balluku, e ministres së zëvendës kryeministres. Sepse, sipas Spakut, nuk ka më vlerë për të masa e pezullimit nga detyra. Është shtuar kërkesa e tij, kërkon arrestimin. Kështu që kjo është çështja që duhet diskutuar. Pse grupi parlamentar i PS-s, pse kryeministri, pse kryetari i Partisë Socialiste bllokon mbledhjen e Këshillit të Mandateve ku të merret vendimi por imunitetin. Janë dakord se janë dakord të çështjes tyre, por ajo mbledhje duhet bërë dhe ai vendim duhet marrë, sepse Spaku atë po pret tash. Ndoshta nuk ka fare interes dhe kuriozitet se çfarë do bëhet me çështjen e kufizimit të detyrës publike. Baton, përveç kësaj
në editorialin tuaj sot ju thoni që Edi Rama nuk ka pranuar dorëheqjen e Ballukut. Pse mendoni se nuk e ka pranuar? Pse veproi kështu? Po, Belinda Balluku ka ofruar dorëheqje edhe herën e parë kur Dritan Premçi, prokurori, e ka vendosur në lëndën e tij si të pandehur. Edhe sot, në mes, zonja Balluku ka ofruar dorëheqje. Por, zoti Rama në statusin e tij tregon arsyeën pse nuk e pranon dorëheqjen dhe unë jam munduar në editorial ta dekonstruktoj statusin e tij. Por ta bëj një parantezë. Megjithatë, Spaku, po dhe GK-ja ose gjyqtarët, e kanë një farë autoriteti moral të momentit dhe një përkraje të jashtëzakonshme nga qytetarët. Ky autoritet moral dhe kjo përkraje, ata i ka shtyrë që të sjellin vendime ose, po themi, aktakuza të cilat nuk e kanë vlerëshmërinë maksimale të fakteve. Dhe për fakti se kanë këtë autoritet moral, ata duhet të kërkojnë maksimumin e fakteve për të ndërtuar një aktakuzë. E sidomos për figurat çfarë janë ministrat dhe antarët e qeverisë. Meqenëse se kjo nuk është bërë, atëherë erdhi momenti i ballafaqimit për në mes të institucioneve drejtësisë dhe qeverisë. Pikërisht pse ky autoritet morali i Spakut e tejkaloi vetveten duke kërkuar pezullimin e funksionit të zëvendës kryeministrit. Dhe kur e kërkon këtë, në një moment të tillë, atëherë natyrshëm Rama nuk e pranon dorëheqjen e Ballukut sepse nuk e pranon pezullimin si instrument për të ndryshuar ekzekutivin. Se është ndërhyrje, pastaj në mes të dy pushteteve. Dhe pikërisht se Rama kërkon parimin dhe jo çështjen Ballukut si çështje, por parimin. Se çështja e Ballukut, ajo ka ofruar dorëheqje. Asaj ajo i është pezulluar funksioni i saj. Edhe herën e parë, edhe tash me mos vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe meqenëse kemi këtë pezullim, asaj na mbeten në tregun e drejtësisë, nëse mund të them, dy masa. Njëra është kërkimi i marrjes së imunitetit dhe tjetra është ajo e mbetur e pezullimit për arsye se gjykata kushtetuese e la si tillë. Po ka avancuar Spaku në kërkesë, pra kërkesa për arrestim. Po, e tash është meqenëse kemi një vendim. Avancoi pezullimi. Jo, s'ka lidhje më pezullimi nga detyra është një kërkesë, që çon gjykatë dhe gjykata e miratoi. Sot bën 3 masa. Po pra se këtu është gjithë, okej, 3 masa, por një çështje nuk lejohet sigurisht. Por Spaku kur ka çuar kërkesën në kuvend, ka thënë ne tashti nuk e duam më këtë masën e pezullimit. Ne duam mas tjetër, imunitetin për të kërkuar mas tjetër. Ka lidhje me imunitetin, sipas Spakut. Sepse për Spakun dhe GK-on, pezullimi nga detyra s'kishte lidhje me imunitetin. Kështu mendonin ata. Jo e pat, se Spaku tha, pezullimi bëhet, ose kërkesa për pezullim bëhet, për arsye se zonja Balluku mund të ndërhyj në çështjet të cilat janë të rëndësishme për hetimin. Për këtë e donte pezullimin. E donte pezullimin. Dhe ja miratoi gjykata. Jo. Gjykoja. Ato gjykoja. Jo, gjykoja ja miratoi. Por pas saj, bëri një qeveria tha kjo është ndërhyrje në ekzekutiv. Po, dhe çon gjykatë kushtetuese. Okej, me drejtën e saj. Dhe normalisht që prokuroria e ashpërson kërkesën e saj. Po, kur ashpërsoi kërkesën, me çfarë argumenti ashpërsoi kërkesën? Që për faktimin e detyrë ndikon në Hermon. Jo, ashpërsimi i kërkesës u bën kuvend, se atje do ashpërsonte masën. Po, në kuvend pse e kërkoi?
Sepse u pezullua pezullimi, pra. Jo, pra, sepse pezullimi nga detyra kishte të bënte me tunelin e Llogaras dhe një nga lotet e Unazës. Me këto dy kërkesa kërkoi pezullimin nga detyra. Pse mendon që këto të prokurorisë janë aq të vlefshme dhe ka aq shumë fakte? Jo, s'ka rëndësi. Ne marrim. Unë këtë pjesë nuk e di, por po them, në pjesën e parë, pra në kërkesën e parë, kërkesa bazohesh në dy tendera. Kërkohesh në dy tendera. Kërkesa e dytë në parlament. Kërkesën e parë parashihet dënimi nëse do të ndote prej 1 deri në 2 vjet burg. Edhe për këto, po njësoj është. Nuk mundesh ti me kërku maksimumin për... Ma siguria. Normalisht. Ajo kërkoj 2 masa sigurie, një sekundë vetëm. Kërkoj 2 masa sigurie në fillim. Bllokim pasaporte, pezullim. Pezullimi kishte të bëjë me elmimin e provave. U pezullua pezullimi, në momentin u ekspozua prapë elmimin e provave si mundësi. Atëherë për ta shmangur elmimin e provave kërkoi heqjen e imunitetit. Kërkoi heqjen e imunitetit, se varet se bën. Dhe në momentin që heqja e imunitetit nuk u mor parasysh, kjo është tjetër çështje, por në momentin që rikthehet pezullimi, nuk mund të jetë ajo. Pse? Sepse çdo masë 3 muaj. Pra ti në këtë masë, e ka bërë 21 nëntor masën e pezullimit dhe bllokimit pasaportës, s'ka don në 21 shkurt, me gjithë atë ngrirje në shpati, s'ka don në prill. Nuk mund të kërkoj deri në prill një masë. Të rriqem nga kjo masë. Po, të rriqem në gjyko. Po se kanë gjykohet të rriqem. Po në gjyko, ai do shkonte kur të merrte imunitetin nga parlamenti. Po pra, por të merrte imunitetin që të shkonte në gjykatë dhe të thoshte nuk e duam më pezullimin. Do të masën e tretë. Momenti nuk ka ndodhur thotë. Si? Do të rriqet nga ajo. Ikim këtij momenti. E treja gjykoja atë, çon këtë gjykoja, rrezon atë. Pyetje të fundit për këtë. Në rast se Spaku nuk e ka imunitetin, se bën 3 masa. Pyetje e fundit. Po masa kërkohet në gjykatë, nuk kërkohet. Ka patur aludime. Po nuk e dim si do shkonte. Po i thua këtë masën do zënësosh, si masë. Po në gjykatë do shkonte. Po pra në gjykoja zënëson masën. Po pasi të merrte imunitetin në parlament, se ka marrë imunitetin. Jo, me gjykoja dhe se kërkon. Jo, Spaku merr imunitetin në parlament. I jep parlamenti, i jep pastaj shkon bë kërkesë. Ju lutem, kam edhe një pyetje. Si do bonte? Kemi bonte dhe kërkesë thjesht kontroll personal. Tani, ju lutem. Ka pasur aludime ditët e fundit, që dua fare shkurtër, mentor, 2 fjalë secili. Ka pasur aludime që ditët e fundit Bashkimi Evropian po e lidhin integrimin e Shqipërisë me qendrimin e magjораncës ndaj Ballukut. Edhe sot KE ka reaguar për disa media, duke theksuar se ku vendi duhet të adresoj pavonesë çështjen e imunitetit. Ç'mendoni? Ai është Rama një pozitë vështirë në këtë rast apo jo? Po shkurt fare. Duket e besueshme kjo, sepse vetëm kështu mund të shpjegohet edhe ajo hipoteza e profesor Fugës që ajo loja, teoria e lojës, vleu, do më thënë, kanë bashkëpunuar palët me njëra tjetër, më të arritëm këtë rezultatin 4-4. Pra janë gjithë lumtur. U ruajt digniteti Spakut, pra ka një reflektim, thoi? Ka një reflektim. Pra ka një marrëveshje? Edhe Rama fitoi si që me shkrua në avokat edhe Spaku... Muqit si ne nuk e mbajtëm. Dhe në fund të thotë që gjithë shka është... Kjo shkon dhe në favor të Ramës. Kjo sot me... E tha dhe Abilega e thatë. Tani... Po pse shkon në favor të Ramës? Se ju dha ko... Sepse thotë që nuk kemi nxitim për të marrë imunitetin. Por e thotë këtë fjali. E thotë edhe një gjë. Sa i thotë, presim të mbaroj vendosë si gjykata kushtetuese, do merrem imunitetin. Tani thotë, s'ka urgjencë imuniteti. Po, se ai po thotë... Pa debat, Batoni thotë mendimin e vetë. Ti tendin dhe të ikim nga këmë. Se s'kemi ko, kemi pjesë të dytë. Se nesër kemi mitingun e kilometrit fundit. Nuk ka mendim, ma. Ke mendim, i thetë gjitha... Sot në Rama është me kostëm. Jo, e hoxha se po në merë kohën. Me gjitha të, une tubimin në kilometrin e fundit dhe kam një fjali. Se do përsëriti me kjo është... Një fjali kam, sot Rama takoj Antonio Kostas për darkë, presidentin e Këshillit Evropian, i cili ka qenë kryeministri i Portugalisë, dhe tha do heqen vetëm se emri i tij u përfshi në një dosje hetimore. U përfshi. Po. Dhe pasi mbaroi dosja hetimore, ai doli pafajshëm, nuk u kthye kryeministër. Pozicionin tim tek, mirë, pozicionin pasaj doli. Po mirësishme. Po nuk është çështja Balluku këtu. Jo, stazhion. Enton. Jo, s'është Rama këtu, s'është Balluku. Ai përdor këtë. Por është çështja e pezullimin, ai e do parimin. Ai po shkon takoj Antonio Kostën. Kaq. Kjo është problemi. Ka bërë këtë gjë. Duhet të jetë i kujdesshëm se çfarë kërkon. Shikoj që do të thotë që të bëjmë një bashkim për fare shkurt. Gjitha gjëra që u thanë edhe nga ne, edhe nga Fuga, edhe nga juristët.
mund të ketë një problem më të madh që lidhet me atë pse gjykata kushtetuese pranoi padinë e Ramës. Sepse profesor Fuga vuri në dukje atë që Rama nuk ishte i legjitimuar për ta kërkuar çështjen e Ballukut në gjykatë kushtetuese. Pra nuk ishte i legjitimuar. Këtë tha ai. Se kërkoi ai. Këshilli i Ministrave apo ai? Pra, jo Rama kërkoi diçka tjetër. Po pra, ka të drejtë. Spaku dhe GKK, se me që ti po thua parim, cilin parim? Pra, ku hyri GKK-ja? Hyrin kompetencat e Këshillit të Ministrave? Jo, nuk hyri. Pse? Pra, si syri? Ky është burimi. Po pezullimi çka është? Grup interesi, ju prek interesi, e lejohet të fushë. Po ai, shiko, Fuga për nuk rikthehemi në konfliktit të kompetencave. Jo mentor. Na riktheve prap. Dakor. Shumë bravo. Ne pastaj të marrim të porositim bataniet e të gjithë të flem këtu. Dakor, nuk na lën ata që na presin, dakor. Tani kam një pyetje të fundit unë jashtë kësaj, e mbaruam këtu, e mbyllëm këtë dhe do të vazhdojmë se vazhdon kjo, çdo gjë të nderuar të shikues vazhdon në vendin ku jetojmë. Nuk është se mbaron një punë. Mbaron sot, nesër, jo, vazhdon ajo. Le të hapa një batanie. Tani, më troj që vëmendje shumë një gjë tela, shumë interesante, që tregon që standard tregon sikur ne kemi një standard shumë të lartë. Kemi arritur standard sa Danimarka, ndoshta më shumë. Apeli gjykatës GKK-s ka konfirmuar dënimin me 1 vit burg për kryebashkiakun e Rogozhinës. Rogozhinës, po. Edison Memolla për korrupsion aktiv në zgjedhje. Ka bërë korrupsion aktiv në zgjedhje dhe unë pyeta çfarë korrupsioni ka bërë ky Memolla? Rogozhin tani korrupsioni sipas madhësisë, e kupton? Baton sipas madhësisë vendit. Për shkak se ky kishte ndryrë të elektricisti OSHE-si që të mos ndërpriteshin dritat nga abonenti, sepse gruaja e abonentit do votonte që ishte debitor, abonenti ishte debitor, gruaja e tij do votonte për Partinë Socialiste. Dhe ishin prerë dritat dhe tani ky u dënua 1 vit burg. Dhe thashëm, po ne pas kemi shtuar, ja ky është dënuar. Molla, e këpotën. 1 vit burg. Jo vetëm, po nuk ka konvertuar as me shërbim prove. Ja. Edhe as shërbim prove të shkretit. Ky leri dritat, mos janë... Kemi zgjedhor. Krim zgjedhor quhet, dhe krimi zgjedhor që s'është lënë vot pa zgjedhur, pa vjedhur, jo zgjedhur, pa vjedhur, nga të dy kratë, Historia... 35 vjetë histori, e ka ngrënë ky në fund, Po historia... se ka lejuar të ketë energji zonja e debitorit. Nuk është ashtu fiks, po është rasti veçantë. Do më thënë, ky është një bisedë e përgjuar mes ti dhe elektricistit dhe personit, familjes që kishte disa muaj që s'paguante energjinë 2022-shin. Dhe merr elektricistin që kishte shkuar t'i printe dritat kësaj familjes. Edhe i thot, e merr gruaja e shtëpisë dhe i thot, o kryetar, kandidat për kryetar ishte, a më thej që do më ndihmoje, ka ardhur elektricisti dhe i kalon telefon elektricistin. Dhe i thot elektricistit, mos ja prit dritat. Ai thot, e kam me urdhër, se më ka dhënë urdhër OSHE-ja të prezident. Ka disa muaj, jemi në zgjedhje tash, i thot, mos ja prit se do më votoj muaj. Ti japun lekët e 1 muaj. Po jam 5 muaj, do ta zgjidhim. Dhe kjo është biseda. 35 vjetë që bëj kjo punë. Po patjetër, kjo është biseda. Kjo është bërë në zgjedhjet e 2022-shit, ishin zgjedhjet e pjesëme vendore. Dhe në ato zgjedhje fitoi Edison Memolla. Po atë vit u hap procesi nga Spaku për krim zgjedhor. Edison Memolla kandidoi në zgjedhjet e 2023-shit. Fitoi. Zgjedhjet u përsëritën, se është ajo kutia famshme e burgut Rogozhinës që votuan gjithë. I fitoi edhe prapë zgjedhjet e 2023-shit. Dakor? Dhe deri sot, që jemi në 2026, do bëhet gati për zgjedhjet e reja, ky vazhdonte detyrën normalisht. Pra, nuk u arrestua, nuk ndeti në burg, nuk u bër lojë mediatike me të, vazhdoi punën dhe sot e dënuan me 1 vit burg. Tani pyetja është, duhet vepruar siç po vepron Spaku dhe GKK-ja deri këto momente që të fusin në burg, edhe të mbajnë atje dhe të presin të nisi gjyqi dhe vazhdojnë gjyqi, apo duhet vepruar si në rastin në fjalë që e lanë 4 vite kryetar bashkie dhe tash janë ndërprer mandatin, thotë do dorosh 1 vit burg. Edhe ky është debat. Ç'është standardi, po. Ky është standardi beton dhe kjo si standard as Liechtenstein s'ka. As Liechtenstein. As Liechtenstein nuk do të thotë. Ska. Po si bëhet tani? Nuk ka. Do bëj 1 vit burg ai kështu. Kjo i bie. Sa ketë ngatrohet Rogozhinës. Jo, pastaj hyn te ai diskutimi që bëjnë dhe këta politika, si te Spaku ka prokuror të ndryshëm, ka ca që janë Kamxhikut, ka ca më shkruan, edhe ky ka një shpjegim shumë interesant. Edhe ky është kodës Do ketë ngrënë, do të kenë ngatruar thot me mbiemrin Molla. Do të ngrënë Dardha dhe Mollë mbrapa shtëpinës.
Për shkak të mjemës, më la e hama, thotë. Si është e mundë, vërtet kjo, vetëm për këtë përgjithë. Por e ka ndodhur për të tani po them që ka lejuar energjinë. Ai ka paguar energjinë e 5 muajve, pra kaq ka kushtuar Një muaj ka paguar. Ky është kuptimi, apo jo? Kjo është fabula gjithë. Nëse di sa ka paguar, se telefonat, po... Jo, mos ka paguar gjithë se e ka paguar i Zoti, po i ka thënë mos ja merr tani. Një muaj dhe paguar. Është setuar që s'kam panuar. A i ka paguar një apo 5 tani, pa nga numri votave, se ajo është me numër votash, nuk ta paguar një. Krim zgjedhor është. Opozita mund të ketë leximin e Tani, në pjesën e dytë, ne do të jemi në nesër është revolta, kjo protesta e opozitës, në qenë gjithë do vazhdojmë aty, dhe do të vazhdojmë të flasim, do me thënë. Do të jemi me, do të jetë dhe Zoti Klevis Balliu, deputet e Partisë Demokratike dhe shefi organizimit, që do të na sqarojë në fillim të gjitha ç'është nesër, dhe ne këtu do diskutojmë ç'do ndodhe ky shtek dhe do presim pastaj ç'a do ndodh. Fare shkurt publicitet rikthehemi.